Po edhe pse kum dash burrin tem s'kum guxov me kallzu. Ty be baba shku pa e ditë që unë e kum dash. Nusën teme e kom drit dielli. Shija borat ku i shive të, thash. Sa cilën rreth, ato i merrera. Kryesora mu pikë shiu së mlag. E dielli është burri. Për gjeneratat e reja tash që po rriten me super kushte. Babën e përshën të dera burrit që ne bi këtë dy paqeta një shiqire, nëna jeme në shkep, ka një shiqire në jepke. Realisht dashurin ta praktikojmë, sepse atë fëmija e merë dashurin si që ishe prind sa japin dashuri. Sot e kemi mundësin, vajzat e reja, fëmijët e kanë sot qitë mundësin, më konë që ka shtlidhën me prindrit e vetë, nuk e di ku kisha arru. Fëmija rritet me traditën shka she, ju shka e mëson prindi. A di që shtë përqafë sot fëmija? Pra i kum pa hub nautën a ka pazon, ku i na këthuj në amet në losh, qatë, u lëreqin, piskatëshin. Nuk besoj që baba ta ka gjetë bashkëshortin që e ki, po e ke gjetë vetë. O, shyshe. Thash ku më ditë ku ma konë bilarë në që të nejo, të cilë dhe thash, ku ka shkru që shto mirë bërë. Burri jam ku ma dha dorën, me më thonë ditën e mirë, mund si që to, shka me erdhi njoti, nuk e ke i dinë, më shka mu martu, ata që da speca, me shejt mu martuene. Na përshkruni ditën e martesës, si ishte dita e martesës për ty? Po i qyqë atë hezgë zeshi mu këzur që po martu. Burin e kom gjysën e jetës time. Me thonë drejten bara jam e kullaj ka alo gjak. Tha mutër apo hybë në shpinë? Thash po. A e kom këqy burin tem, se s'gudëshe pa e këqy ato me hybë në shpinë tjetëri. Tash jeni grua shumë e suksesshme, ki dy biznese, njën në Zvicër dhe njën në Kosovë. Ndodhe një gjonë që unë nuk e prita. Kur flasë për atë pjesë, ajo pjesë është që mu ma shkull zemrën. Sa do që unë mundova me jetu, aty jeta janë unë ndërprej paka shumë. Unë i thëmë vetit mretë, se e di unë shka kumë për jetu. Si t'lindi ideja që të merresh me estetikë? Thëmë, jo me leme për këtë punë. Unë kënohë që këtë qaj që ma ke qitë. Kënohë vjerën edhe vjerën, ta nisa në aeroport, del merin bazer. 3 mujtë e ti, 3 mujtë e une. Se bol t'i këshyre. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zeqirin. Mirë mbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do t'jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim suksesi, një rrëfim shumë të veçantë nga një musafire e cila do të sjell plot pozitivitet dhe dashuri në këtë studio. Ajo është shumë e sinqertë, shumë e drejtë për drejtë, e cila do të rrëfen si asnjë intervistë më parë, sepse pothuajse ajo është e njoftër për të gjithë ju, se vazhdimisht jep intervista në televizionet të ndryshme. Por sonte me një rrëfim të jashtëzakonshëm, do të rrëfem për fëmirinë e saj, për njohjen me bashkëshortin, për largimin nga Kosova, gjithashtu dhe si arriti t'i ketë të gjitha këto suksese, si në Kosovë, gjithashtu dhe në Zvicër. Andaj, me ne dhe me ju sonte Behije Lushaj me një rrëfim të jashtëzakonshëm. Qëndrani me ne. Mirëmbrëma Behija dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që ke bo sa kilometra dhe ke ardhur në këtë studio për të na nderuar. Po valla, me ardhur prej Gjakove si me ardhur prej Zvicra këto. Po thuaj që qash largë është ta? Komunikacioni i ngarkum, se largë nuk ka, po komunikacioni pak i ngarkum këne ka Prishtina. Jemi vend i vogël, nuk jemi Zvicër. Jo, vërtet. Ndoshta jem mësu në Zvicër me qenë qarkullimi më i madh, rrugët më të mëdha, po shpresoj që me kalimin e kohës edhe ne do të bëhemi. Ja, i kanë bo, ko gjithë rrugë i kanë drejsh, po prap këtu ka, nuk e di, makina ka si shumë, nuk e di arsyeën as pse, po jashta New York mundën më konë, se im konë e konë vizitu New Yorkën, edhe Prishtina mundën më konë kjo afar kaq flug i madh i makinave njerëzve.
E kuptoj. Bejet kemi pa në intervista të ndryshme, në emisionet të ndryshme, një grua e cila nuk heziton asnjëherë për mi thonë mendimet e saja, shumë të drejt për drejta, shumë të sinqerta, edhe besa kemi shumë pak femna të tilla, me qenë se mendojnë të gjithë pajtohen me mendimet tua, po një farë forme edhe hezitojnë me marrë guximin me dalë një medium, me qenë shumë e drejt për drejt si që një ju. Me thonë realisht, unë e falenderoj Zotin edhe i falenderoj mediat, muj me i falenderu prej zemrës që mu ka japë këtë mundësi që une sa do pak t'japi mesazhet e mia, tjetës sime, përvojës sime, punës sime, gjitha me radhë. Shkaku që une e di si shumë njerëz ka që janë të nguraft, nuk e kanë këtë guximin për me dalë. Edhe mendoj si sa do pak, që shka thonë ajo pika mushët bistrica, mendoj si sa do, edhe pse tash, nështë një pjesë e vogël, nuk jam e mirë pritur të publiku me këto shka unë e flasë sinceritetin, se unë nuk di të flasë re, unë e flasë vishë sinceritet. Edhe pse nështë nuk pëlqena të një publik i vogël, më i të them, po prapë jam shumë e lumtur që unë i shprej këto të mijat edhe në disa venda i kom vrejt që intervistat e mia kanë pas një rezultat pozitiv të populli. Behia, është shumë normale që kur të japsh një mendim që gjithve më ju pëlqy mendimi. Është shumë normale dikush me të kundërshtu, ndoshta edhe emisionin ton kur e dëgjon dikush që nuk i pëlqen musafiri, nuk i pëlqejon, kështu që derisa kemi njerëz të tillë, unë besoj që na shtyjnë më tutje me punu. Me të folë realisht në fillim, kur më ka ndodhur intervista parë që unë e kam bo të ATV, televizioni që është, aty ku jem prit shumë mirë. Ku jem shku të e dyta, aty ka pas pak ma shumë lëvizje që kanë folë. Nuk është që e kom prit shumë mirë. Ato se kur je njeri i sinqert, edhe kur e din veten se je një njeri shumë i sinqert, dëvrojnë disa komente jo të mira. Mirë për me kalimin e kohës e kom vrejt që telefonat i kanë dorë sot, muj me thonë se cili. Ndoshta edhe s'nite djefti, po. Edhe jem shku pak të e legjiku këto se atë mendim që ja jep ai person nuk din ma shumë për fat keq. Edhe aty kum nis me thonë le se njerëzit duhet flasin ato mendimet e veta, edhe pse unë nuk pajtona, se së tu ka dhonë mundësia me pa, me ndëgju, me ni, pse tu ka dhonë mundësia me sha, pse tu ka dhonë mundësia me ofendu, unë shumë nuk është që poj me i pres edhe të tjertë njerëzit, si sot për sot njerëzit ma para jënë gjendje me shkru një koment negativ, se sa një pozitiv. Edhe kjo pak është të i mpengu se nuk po e shikojnë me vëmendje, nuk po e ngujnë me vëmendje shka ty do me thonë, po bazohen të gjona që pa i shiku ose pa i ndigju hiq, ta jep komentin edhe të ngot. Ju ka thonë e drejta me shkru edhe e drejta të ka thonë, për nuk të ka thonë e drejta me lëndu një fmi, nuk të ka thonë e drejta me lëndu një bab, një non, një vlla, një motër, se intervistat e mia nështë ai komenti që shkruhet kur fëmija jam e din çfarë none ka. Ta marrësh të fëmija, se fëmija është ai që lëndohet më shumë. Fëmija jam e din çfarë none ka, edhe quhet e shkruan x personi një koment, çaj fëmija jam i lëndohet. Se s'po flas për tjerë. Edhe pse duhesh me e lëndu një fëmijë, ku nuk ja ki as, si thojmë na, nuk e ki as në parë as në vis, por nuk ja ki as në borgj as një gjatë tjetër. Pse duhesh me edhon një sen negativ. Behia, me qenë se kom pa shumë intervista tua dhe me të vërtet jo që je këtu në studio, po them se më kam pëlqy mendimet e tua për shkak se je shumë e sinqertë dhe shumë e drejt për drejt. Po nga këto komente të pakta që janë që ka dikush që ka kundërshtu, ka ndonjë koment që ndoshta një mendim cilin e ke jep do një emision, kishe desht me jep një sqarim për atë koment që ndoshta nga njëherë edhe në media kur flasim është me një fjalë, do me thonë e ndrojnë kuptimin edhe
totalisht ja hupin kuptimin fjalës edhe devijohet ato se çka ke dashur me thonë. Kështu që atë ka ndodhur ndonjë intervistë që ndoshta mendimi jot ka qenë totalisht ndryshe edhe te audienca ka tingëlluar ndryshe? Po ka ndodhur. Ka ndodhur për këtë thash që na si popull në Kosovë po flas, jena ty kqyr shumë negativ që tash. Mas luftën nuk është që kemi, mas luftës kemi pas, para luftën, më falë, s'është që kemi pas telefona dhe nuk është që kemi pas rrjetet, pse që tash po shikuam ka shumë negativ. Unë nëse nisi me të shiku ty që tash negativ, çdo gjë ka më ndal negativ te ti. A kupton? Do me thonë, pse duhet me shiku njerëzit pozitiv? Pse s'duhet me shiku pozitiv? Pse nuk duhesh me shiku... Unë më ndodh me hine për rrjetet sociale edhe kështu kur hi edhe flas tash nëpërmes TikTokit, unë e prezantoj gjithmonë punën time, bizneset e mia, punën time, edhe pse duhet njerëzit më konë qaq negativ, me po negativ, ku ki gjona pozitive, me po së dush. Unë e thëmë si rrjetet sociale janë shumë të mira, rrjeti sociale është shumë i mirë, ti sot jenë gjendje me shku në fund botës, ti e unë, me shku në fund botës, me shka me rrjet social. Pse duhet na me e kesh përdor rrjetin social? Ama nuk e ka drejtën e botës me të lëndu ty, përderi sa s'ka kur gjo. Përderi sa s'ka asë gjo, nuk e ka drejtë. Gjithë se cili person e ka zgjedh rrugën e vetë ka do të shkoje. Gjithë se cili. Nëse mu s'u kon gjendje ta marr shembull familja jeme me mush men, po do më mush komenti jeta. A kupton? Do me thonë, pse duhesh me sulmu njerëz pa nevojë? As unë s'fajtona me shumë gjona. Nuk është të pyet një që edhe mu më pëlqen e gjithë bota. Se në telefon ty po të vinë gjonat, dashte s'dashte. Po të vinë gjonat edhe të mirat edhe të këqijat. Po pse duhet shikohet gjona e keqe, mos shikohet e mira. Unë s'du t'ja pëmne këtu, po kemi sa dush në rrjetet sociale që nuk i dojmë mi shiku. Ta ja fjallën kur shiku si kam. Amo kur, se u konë Facebooki ku ka ndalë disa që nështë për shoqërinë tonë, për njerëzit nuk jenë konë të mira, kur behia këshyrë si ka, veç e kum kalu. Veç e kum kalu, se s'kum dasht as me ngu, s'kum dasht as me këqyrë, s'kum dasht mu inspiru pi ati personi, veç e kum kalu. Veç e kum kalu. Ja ka shumë fjallë që unë kur i thamë, bile bas që më ka prejk mas shumë të që më ka prejk edhe që mu më ka dhimt mas shumë të ka qenë historia kur unë e ku më kalzu rastin e burrit tem që masanena ku më dëgju, ku më hiku më për cilë që ja ka nisë shumica e disa edhe ftyra publike me i kalzu rastet e veta tash çka ju ka ndodhë në jetën e tyre. Ku e ku më treguan ato të burrit, ku i ku më lexu një 2-3 komenta aty që ato janë konë gjona që më kanë vra, se të sëlmojsh një zemër të plagos në shumë e rëngë. E kuptoj. Do të kthehemi sërish në këtë temë, me qenë se biseda shumë rrjedh, shumë vazhdoj spontanisht, po do të flasim në rrëfimjete pak më ndryshe se intervistat e kalume që i ke jep, për shkak se gjithmonë audiencën e kitë madhe si në rrjetet sociale, po ashtu tash edhe kohën e fundit edhe në TikTok. Edhe gjitha ta ndjekësi kanë dëshirë me ditë edhe më shumë edhe për jetën tonë personale, me qenë se në TikTok vetëm punën e publikon vazhdimisht. Kështu që po na intereson si ka qenë fëmiria jote. Na tash unë për ty nuk e di çfarë gjenerate je, po unë jam gjenerat 72. Na atëherë jenë arritë si krejt njësoj. Adin jenë arritë si krejt njëjtë. Në mahall, në katun, si të njëjtë jenë arritë. Nuk është që dikush ka pas ma shumë, dikush jenë akzu me që ato shka e kena pas. Na jemi 18 fëmijë. Të më thonë jemi familje madhe. Edhe baba, jam rameti po shpirti se baba nuk e kam, ka ditë më na majtë. Nuk është që kemi vujtë për bukë. As për ujë, as për vesh, as për moth. Po baba na ka qitë edhe me vunu. Dhe i ka marrë krejt orat e katunit, veç më na shtin edhe me vunu, mës më na lonë më najtë. A nështë atëherës na ka kojtë, po sot mburimi me ato, se sot jemi qkepën në për krejt but, po jemi tonë në për puna, në për
Dhe me thonë, asë një i familjes sime nuk është që mirët me një punë të keqe. Dhe me thonë, fëmijëria jeme ka qenë fëmijëri, që shme thonë, ata jemi konkret lumë të bre, babën e përshën të dera borë që ne bikë 2 paqeta një shiqira, e nona jeme në shkepë, ka një shiqera në jepë, neve në doke si shkapu në jepë. Dhe me thonë, nuk jemi sukur tash fëmijët e sodit që kanë komplekse. Ta kemi qenë fëmijë të lumëtër, pak kemi pas, po kemi jetu me lumëtëri. E vërtet është, do më thonë, me pak jemi knaq, po çka mendon për gjeneratat e reja tash që po rriten me super kushte, edhe ndoshta këtë afërsinë ndaj prindve, ndaj musafirve nuk e kanë? Jo, se kanë, për fat keq. Për fat keq nuk e kanë, gjeneratat e tashit nuk e kanë. Na promë u të bumë të familja jeme, të plakat të nona jeme, këtë adinu sa mujtë të më ardhë, mirë po fëmit asë një që të ju. Fëmijat shkepon me telefona në dorë, shkova me himi këqyrë, ku i këqyrshe, gjithë se cili telefonin në dorë, dhe me thonë, shkova erdhen najten si pove, cili fëmi ketë, cili s'ketë, se sot nuk e di as vetë me caktu çfarë kohë ka ardhur sot. Për mendimin tem nuk mendoj që ka ardhur kohë e luksit, jenë aty rrit fëmin shumë me se fa, mirë po fëmija jenë të pak knaqen kohët sotit, apet si apet, jenë të pak knaqen se nuk din mu gëzu me një dishka si ti ja bleve, ose me një qenë sa do të vogël që ti ja ki ble, sot fëmija i kanë veç telefonat në dorë edhe ku gjë tjetër. Kush i ka fajet në këtë I kanë raste? Prindrit. Po s'kish ka me bo, qa kemi bo? Qa kemi bo si sot s'lun. Prom dullen pak fëmija me lujt, ftoft ka qenë prom temperatura, dullen me lujt në bërë. Nona jeme, ku fëmija ftoft, ku të shoj, nona jeme. Po a ke harru, mëj si fëmijët e tu me i gjysë qizë, me jenë daljen fuzat të poshtë, del ke hona, na delshim 10 sa i tershim qërapat të shprejti, ishtë tershim, si ishim rena, hajshim dorë, ki tershim qërapat, ku bëjkin 8 sa hotin nom, bike hona, dili, bora bardh, na delshim u veshim, a pet delshim jalshojshim shpotit të poshtë, dhe në 12 natës na u fuzashim. Edhe asë nuk e në asmu asam. Tash ndash ki fëmijë të smut, ndash pak, nuk e di as vetë se ka ardhur kjo jetë, ka që vështirë kështu sot me gjithë të kushte. Tash në vitet që po flasim, kanë qenë kushtet shumë të vështira, si që cek edhe ti, me një paqet bombone ku e kemi prit se cilin nga një bombon apo nga një sheqer, si që thët populli jonë, po kemi qenë shumë të kënaqur sot gjitha janë, po dashnia nuk është, janë distancum, si që cek edhe ti, të bojmë gjithë janë në për telefona, atëherë ku është koha që ne po ndajmë për familjarë tonë, muhabetet mi shkëmby, edhe nga muhabetet e të vjetërve shumë sojmë, sepse pavarësisht ndoshta kur kemi qenë tri ku na kam folë edhe kena thonë hajtë se çka është ky muhabet, po pastaj kur jeta po na sfidon me gjëra të ndryshme, gjithmonë ato janë fjalët e prindve tanë që na kanë thonë çdo herë. Edhe unë mendoj në këto raste që ne si prind duhet me marrë masa shumë të mëdha ndaj fëmijëve që të paktën telefonat ja vlargojmë edhe të ndajmë momente më shumë me ta, që flasim më shumë për dashurinë, për respektin, realisht dashurinë ta praktikojmë, sepse atë fëmija e merr dashurinë siç ishe prind, sa japin dashuri, edhe të rritën edhe fëmijët tanë siç jemi rrit ne, duke pritë dera se apo vjen një musafir, sot edhe nëse vjen një musafir, është pak problem se ndoshta do të me thirr fëmijën në dhomën tjetër me thonë që se ka ardhur dikush, le telefon se duhet mi fol musafiret. E unë mendoj që kjo është fatkeqësi nëse ne si prind nuk marrim masa të fëmijët tanë, se si po e edukojmë në të ardhmen, me të vërtetë është fatkeqësi. Jemi bo dimela. Për një më jemi bo dimela. Jemi bo dimela se ne pujtojmë me punu edhe me net. Unë po flasë për kohën time, se ka njëherë kur flasë më duket si 100 vjet i këm. Po prapë koha para luftës, me kohën mas lufte ka ndryshu. Ko gjë shumë, ka hecë shkallë shumë e madhe mas lufte. Edhe tash në atëherë në atë vakt, nuk është që kemi guxu edhe shumë me u afru
te prindrit. Nuk është që kemi guxu me shku shumë me ju mengu. Mirë bone që to pak fjallë babës tem i moj men. Pak fjallë, adin, a me pa pasune qitë mundësi, që sot e kemi mundësin, vajzat e reja, fëmijët e kanë sot qitë mundësi, më konë që ka shtlidhën me prindrit e vetë, nuk e di ku kisha arrit. Seriozisht, nuk e di. Po atëherë shumë pak. Une jem rrit me pa nonën teme që ka bo. Do me thonë, une me rrit me pa nonën teme që ka bo, që shka fshi nona jeme. Se nona jeme s'ka pas ko më arë më mësu mu që është me fshi. Vetëm sa ke pati. Veç sa e kum pa. Veç sa e kum pa. Do me thonë, ku jena martu, ku jena shku nuse, unë të aja fjallën si jem shku nuse me që ato si ti duesh të shpia burit tash me vunu. A kuptan, që shka bo nona jeme? E tash ka arë një kohë që ki lirin me mësu fëmin tënë. Ki. Ti sa ma shkru në qatë komentin që po doli prapë, sa ma shkru në qatë komentin negativ, ma mirë mëso qatë fëmin tonë qatë. Po e prandaj që ka kome mësu fëmija kur ka një prind t'il? Se unë gjithmonë... Që ka presim nga i fëmij? Unë gjithmonë e thëmë, fëmija rritet me traditën shka she, ju shka e mëson prindi. Se asë një prind në botë në fëmin e vetë nuk e mëson keq. Marë në koftë rrugaq, marë në koftë duhanxhi, marë në koftë ankohalist, marë shka do që tosht, aj ka mu bo shka ta she prindin e vetë. Dhe me thonë, ka mu rrit me që ato shka e she. Tash, ndefshti si burë, me non, me grun, me non, do me thonë baba jam, me non të me, që e kanë qu mirë, na sot e qojmë tonë mirë. Vllaznit e mi e qojnë me gratë veta tonë mirë, se kanë pa në familje. Pro në kohë qaj burë, që i nonës vetë, ja ka bo gazepin, mos prit të nesër qaj djallë që s'ka më konë maj mirë të grujave. Do me thonë, familja është shkollë e fëmis. E jo një dytën sot vi që ja jep telefonin, i kanë fëmija TikTokat, i kanë gjonat edhe as nuk din dashnin, as nuk din shkoj kush, ardh kush, vjen, a di që shtë përqafë sot fëmija? Se me kry se obligim. Po, nuk të në gjetë kështu, më thonë, edhe me të ngjivish, ta afrën vish faqen që shtu edhe ditën e mirë. Sot a di që shtrasin fëmijt? Teze. As njës të thët me emën. Tezja filonet e jo, tash vish teze të thojnë, halë teze se pëjtojnë edhe më ta thonë. Me ta thonë. Edhe pse duhet, mës me hije, mës me dalë, shumë pak hije me dalim, shumë pak. A din t'i bërëzit e baba jam 40.000 u bëjshin. Që vishin edhe 10.000 hallave dojve, 40 u bëjshin. 40. Na sot kena mund për me po, sot ku t'i shojmë qikat e hallës, sot ku t'i shojmë qikat e dojve, sot na e kujtojmë të kalumen. E sot, fëmit, asmija modrav nuk jenë gjendje ose të vllaznive mu takusët në veti. Kush i ka faj këtu? Ka faj të prindi. Se a i zvyn, kë zvyn, a i është i keq, kë zvyn, kesh atës, më qiti kape, boni kështu. Këto jenë gjona më të vërtet shumë dhimshme. Se nuk jem të mënu shfar për fëmit, e në të mënu veç për jetën tonë. Në ka arë që kjo jetë qështu edhe të matë. Behije, si fëmi, cilat kanë qenë ëndrat tuaja, si qëfar i ke pa vetën të ardhmen? A ke qenë një vajzë me ëndra apo jo? Me thonë drejtën, unë kom sen si qënë. Si qënë. Adin kam pas, që me thonë, jem konë... Tipare mashkullore. Shumë e gjallë. Edhe pse jem rej në atë vakt, për fëmija problematika jenë rej në atë ko, po jem konë shumë person shumë i gjallë, jem konë fëmi shumë e gjallë. Nuk është që gjithmonë kom këshqyrë me luftu për vetën time, kom pas gjithmonë ëndra me shku në shkollë, po ku e dishim si babas në qënë shkollas në epke përshtypje me mësu bile. Nuk është që mësojshim, se dishim si baba si ta ka kry në klasën e 8, këshyrë me na gjeti burë, me na martu edhe
Nuk i ku me shku, kështu që se nuk i interesant edhe me shku me mësu në shkollë, s'kishim qara pa shku, ama jo me mësu, me dhonë vërmak, se edhishim si shka na gjonë, kështu që Ondra kom pas gjithmonë më konë person me luftu për jetën time edhe me sundu jetën time vetë. Nuk është që pranoj fort me më sundu dikush. Shto herë ke qenë vendimar se ti, po, për vendimet e tua. I moj mend ku i mesha vllazët e mi, motrat e fëmijët e hallave, dojve, shkojshim në përfushën e ora me lujt, unë si kapitani. Unë ajo, mreti, mi u prim, mi qubili një herë, moj mend, si kum pa qunë nora, i kum pa hub nautën, a ka pazon, ku i na këthuj në amet në losh, qatë, u lëreqin, piskatëshin, halla jam e shkun të mëru në atë vakt, se baba jam e ka pas një deklatur që ka ditë me na majt, po nuk u konë prind i dhënë shumë kështu që adin ka ditë edhe me na kuptu si fëmija. Vetëm me qire kam jaftu. Po, adin ka ditë edhe me na kuptu si fëmija, kuptan, ka ditë ku duhet me shku fëmija me lujt, nuk na i kanal gjona që na duhet me lujt ose kështu, ka qenë një prind që ka ditë me kuptu edhe botën e fëmijëve. Po s'na kalon, që me thonë, me bo gjona të pahishme, ajo kuptohet. Po jem konë gjithmonë e gjallë jem konë. Si fëmijë jem konë shumë e gjallë. Ti the, mendjen nuk kam prit që mu rrit pak edhe më na gjet një burr. Po në këtë pjesë nuk besoj që baba ta ka gjet bashkëshortin që e ke gjet vetë. O shyshe, qështë e kom gjet atë bashkëshortin, e kom pas fat pikrejtve. Pikrejt motrave e kom pas unë e këtë fat. Unë e kom motrën me një shpi teme. Edhe shkova te motra aty e pava burrin tem. Edhe e pelqeva me thonë realisht, edhe e dita thash baba mje për na jo që se kom po kur, se në gjë kur, bilet pakten që ton për marë si pesho. Edhe jem konë shumë person humorist, jem konë person si me të vërtet jem konë person shumë humoriste. Mara unë ku jem hi e kom gjallë në vendin, kom folje, kom gjithë shka. Edhe thash valaj që kë, mirë po edhe pse kom dash burrin tem s'kom gëzop me kalzu. Ty be baba shku pa e di që unë e kom dasht. Se ty be me pa di që peduën ato, i shqup kish jo prej ma qupërni. Kishë thonë, s'tjepi vish pse ke dashti që do. Kështu që e kom pas fatin veç unë me njoft, për i krejtë mu, se mas luftë këto motra tjera i ka njoft, po para luftë e kom pas fatin vetëm unë me njoft burrin tam. Po atëherë se e njoftove me babën edhe... Jo, i zotin e rujt në tinës, vish me di që aj për më dani unë e pedu, se kush me kalzu babës që unë pedu ta. Jo. Motra em është të martu me në shpi. Edhe na shkum, për një me është një histori shumë e bukur, nëse më lejohet, përmendën këta pak me mly, pa den keshe si kështu. Mirë po, burin tem ma murë në ushtarë, ma qunë në ushtarë, si mershin atëherë, i që ishin në ushtarë. Edhe ku këthyn që erdë burri prej 2 vjetë najti burri ushtarë atje. Gati 2 se e murën e qunë luftën në Kroaci, ku kërsiti lufta. Edhe nuk e dishin a po pështën, a s'po pështën. Edhe baba em tha, tash ma se ajo është ushtarë, tha duhet me pritë, se luft, gjinja vishin e përkufoma, tash a vjen një gjolla, duhet me pritë pak. Motra eme që e kom shpi, nuk është që ka pas për qef mu martuën aty. Adin më martuën e të... është fjallat të qarohem këto, 2 motra për 2 vllazni? Po, 2 motra për 2 vllazni. Po e pse motra nuk ishte dëshirë që ti? Po s'kishte qef me përzi, që i thëshin me përzi, adin se ku nautës ja thu fjallën e rëndë, në motrës është problemë, kupten se... Kështu që adin nuk është që kishte fort qef. Mirë po, ku këthuj burri jam prej lufte, erdhen, shkojshin e mershin krejca, edhe unë shkova me e këqyr tinës. E moj men drejtore nësot burrave, po konë një drejtore e thuj me gjoma, edhe unë shkova të gjoma me këqyr se thëshin jo plagos, jo, adin edhe tha shkoj të këqyri, adin edhe shkova tinës, e moj men si sot ajo vija me këqyr, adin, edhe më i thash njëri koha mirë. Edhe i erdhen do fjallë babës tem që s'po dojna me nëzonë. Edhe baba em i tha mu me motrë tem, e tha keni me shku, tha, në shaptej. Shkojshim me një mua t'ju dhondret na,
me shti vjeshtë na i mrena, se na thmi kallaballak, për 2 ditë i kryshim punë, dinimojshim. Edhe tha baba em, tha ki me shku ati ku gudzojsh ti atëherë, mi thonë babës ju ose po, s'ky gudzu. Edhe o qumë na shkum. Ko shkumu në pava burin ta. Mirë po aj qaq pimarës, qaq i kushëm shkoj ke flenken, kujshi shkoj ke flenken, kësë rika ty. Edhe i buri motrës më të s'ke, thesha, ja, vallaj, ky po ik pimeje, po shkon kushi me flejt, a dinu në këtë gjeni fargoje lavazone. Edhe se po vaj, kur dulem për me ardhë nejna, ta shkrejt ata, të ardhë kush, ardhë behia, se e kanë ditë që mu për mlypin, e ta qysh ish ardhë, të ardhë të mkëshyrë, unë s'pëdi, adin, unë e bona mos pëdo më më dhëmë baba aty, edhe thash ku më ditë ku ma konë bilarë në shërë nej, të nejo, që të cilë edhe thash, ku ka shkru që shto mirë bëllë. Kur dulem, unë nëzonë shushni shumë shpejt. A kuptan, jam shumë personi, tash pak përvojat e jetës më kanë bo pak ma të mbyllta, ma jam shumë personi shushnushëm. Edhe kur dulem për më orë me kere kali, atëherë, buri motrës me kere kali, hypëm nati. Kur dulem të dera a burit, më na thonë ditën e mirë, si më konë unë e mrejti, krejt ata ku i shëjit, më na thonë ditën e mirë, unë e me motrë teme. Edhe buri jam, ku ma dha dorën, më thonë ditën e mirë, mu si që to, shka me erdhinati, nuk e ke idenë shumë e me erdhinati, se thash ky që një avë që dhe dit i kipi me e, tash këto kishe për mundës. Mirë po prap ma dha i shej, adin ma dha një farë si një oli që... Që kësajt jo. Që ky, adin, pas ka qef. Ka hypëm, ka erdhëm me shku të shpia i buri motrës, po thot qështu, tha, më ka përësit, tha, Asani, tha që bra i ki, thash, adin, ja, tha, ajpe pret vish fjallën tonë, thash qëre. Unë e po të thëmë po, më sta din, thash kërkushi, që unë e po të thëmë po. Tha, ja, kërkush se din, tha, heq. Edhe toni unë e që ty e dashta burin ta. Adin, që më thonë e dita që kumë, jo, erdhën e mlëpën ata, baba em ish me një kam, më thonë. Se kish fi ju mudrën e trejt para meje, dhe unë isha me toni, u të t'kaj që pjestë në të shfija, se me kalu për para, me kalu një mudrë, o kon shkako ajo, është invalida, shkako. Edhe shtu baba em ish me një kam, unë e disha sigur si baba mjep aty. Edhe toni e mura. Mirë po na e tani 2 vjetë në Ronos, se pa kushtet jenë konë si të vështira. Motra e me para me u fejun brovin me dërgjën më të posën, i vishin të sene ose ma originale, unë e përna isha si dreshi me krauza, me bon, adi vetë, se jem konë shumë e zoja. Edhe mu martu që se i vere, ka atyra dërgja specave, shklop. Ti përshiti dërgja specat me të bija, ba martu. Se më shka mu martu, ata që ta speca, me shit mu martuene. Edhe baba jam tha, ja, hajde merne me 2-3 sene, mirë bo. Kom përnu të një jetën teme me maqinë, kom mojt të një jetën teme vetë. Kom mojt shpinë e burit me maqinë, kom përnu vetë, këtë kom përnu vetë. Kur vadja mu këtë zdo, unë e thesha, a thua, kanë më shka me mi pleqa të tesha. Se më dhimshin këta si. Adin se e disha që nuk janë që i kanë senet kush e di. Mirë për ku i mirë. Dhe i moment fundit me punu edhe më jullon diqka. Po, është ta. Jo, të buri po flasë, të baba e kishim senet ma mirë, po unë të buri ku mu ka do vadja, po mu martu për para si që ishin qezi në senet e me bo gjampira, me bo gjësi senet, të unë vishin pak ma pak se. Kushtet ishin asiloje, edhe unë edhe isha, a thume, shka dojnë më marë këta njerës, atin se s'kanë pare, ja u bëjsha dertin si me shfar pare, dojnë më martu ata mu. Edhe kështu që jem martu me një 1.000 marë, ka në të fakt në skupshin. Imaginu sot me... Jo, sot me 1.000 marë ka, po unë jem martu me 1.000 marë ka në të fakt, mirë po ja kum njës gjithmonë me punu, ku majtë gjithmonë vetën ti me vetë. Behije, me të vërtet kushtet të vështira kanë qenë në kohrat e mahershme, po na flisni me qenë se tha me 1.000 marë ka veç jo martuar. Na përshkruni ditën e martesës, si ishte dita e martesës për ty? Po i që atëherë zgëzeshi mu këzë që po martuar. Ku këtë? Atëherë, u duke me kajt, dulin e s'dulin lëtët. U duke me kajt, do shte solte.
S'kishim qare pa kajt atëherë, se thëshin kjo bëka që për shku të burre. Kështu që u dufke kishe me kajt po mërzite, me thonë realisht, qëre pak ajo që ndosh pe familjes, është pak ma, adhen po, nuk e kisha problem, se une e mora njerin që e doshta, edhe kështu që nuk është që isha jo pak sene që të shka mi prunë, une dhe me thonë, e mora qatë njeri që mund flejt i zemran të aj person, edhe kështu që nuk është që je mërzit, ose je mërzit, sa të dufke pak më mërzit se tash. Ishin qashtu, ju sigur tash që jenë të lirë njerëzit, po pak dorsëm kanë bo, nuk është që kanë bo, ma shumë ropë kisha lonë në shpitemë se sa ata ndorsëm, se na jemi një që nësë ropë, ata 40 ropë kishin posë të ndorsëm, po më thonë realisht nuk është që jam martu burin e kom pasë për qefi, jem qu qatë ditën e parë, hade me dalë në dytën, me dalë me fshinja borën, muetra eme tha hade me dalë me fshija borë, unë dole a fshinja, tha hade dalëm të fshimë dhe të atimi gjithë, së shëj muetra se marë me fshija borë, atë ku i shire këtë, thash, lem thash ratë, kështu që, nuk e di, nuk është që e kom morë vetën, kom ditë edhe mu sjellë si njuse, po kom ditë mu sjellë pak edhe si njeri që nuk është që kom jetu shumë për fjallët e halkit, më thonë realisht. Nuk është që... Si ka qenë balafaqimi me vjerën edhe vjerën? O, vjerën e kom pas loqk. Vjerën e kom pas... Vjerë mu më ka thonë prigamer. Vjerë. Vjera ju. A di pse? Se unë ku jem shku që të kalzoha për para, në thesha ja bëj vjerës, kështu ja bëj vjerës, kështu ajo ngrota i shkon tuci për një me i shkojë një me dajak në kra. Edhe të një priti ajo ma me stups, për para së sa une. Kështu që vjera nuk është që më ka prit kush e di sa mirë, se u tëtë këza hesina 2 motra, ta shë pe amorrim shpijen dore, a vjerin me vjerin o konë, nuk e di shka të thonë, me vjerin e kom pas shumë mirë. Dhe sot jam shumë e knoshne si burri jam e ka morë vjerin e babën e vetë, mësim sot me trajtu nusën e vetë, sukur më ka trajtu mu vjeri jam në atë ku. Po edhe unë ku morë mësim pi vjeri tam, jo pi vjerës me trajtu nusën, sot që më ka trajtu vjera. Mirë po të thash, mu më ka thonë burri flej identitet, unë ja kom fut gjumë identitet, si jem qu, shka mu qu nusja heret e kështu, unë kom gu vish burrin tam. Nuk është që jem morë fort me... Mirë anu si kom ranu, mi shajt si kom shajt. Pa ka pas raste që ata kanë qenë kundërshtim me burrin edhe e nështë ta... Që s'ka pas, po dhe Ka ki bën ato momente? Nuk është që ja u kanë uvi, pa të thash. Unë e thëm një shpreje, kur ta ki dili për mi kry, sa cilën rreth, ato i me rejra, kryesura mu pike shilë së mlog, dili është burri. E vërtet. So që për tjerët, unë sot që, edhe sot nuk është që qaj fort krysh ka thojnë tjerët. Jetoj për jetën time, për burin tam, për fëmijët e mi, kaq. Fëmijët e mi është rëndësimi i bot lumëtër, une. Për tjerët, gishtat qëre një dorë i kini saj si ki. Tash me anisën e me jetu për jetën e ati, a i thot kështu, a i tjetëri kështu, a i tjetëri kështu, a i tjetëri kështu, kërësoja a jenë fëmijët. Nëse unë fëmijën teme bëjt lumëtër, për mu është jetë. Jetoj vetëm për familjen. Nuk ranoj njerëz, nuk ofendoj njerëz, që mos keq kuptohem tash se shumicën e rasteve nuk po nguhen intervistat. Po keq kuptohem. Po keq kuptohem. Nuk është që une nuk du mu marrë me njerëzit e tjerë, po nuk jetoj për njerëzit e tjerë. Jetoj vetëm për vetën time edhe për... E di une ku i kam kufit e mi, e di me menaxhu jetën tem, e di, do më thonë, çdo send jetës tem, e di. Fëmija jam nuk lëndohet për qasaj. Nëse fëmija jam nuk lëndohet, nëse burri jam nuk lëndohet, atër unë jam okej. Për tjertë, qështë të më shojnë, thash pare, me janis më të studiu ty që tash, të me ki synin që ka. Më vare qështë studiu e njerëzit, kështu që nuk ki logarimi jetusat për njerëzit e tjerë. Behi e kena shumë qka për me folë edhe mos dalëm për minutajës të emisionit, kështu që po na intereson si ishte përjetimi i luftës për ty.
me qenë se e dim gjatë kohës së luftës, po më duket ka lind djali i madh, edhe ka qenë një përjetim jo i lehtë. Vallai, kur hi me fol me atë pjesën e luftës, atëherë më thonë realisht, qëre, luft jesh, po na që se kishim përjetu në herë ma përpara, nuk është që edhe atëherë s'ka pas rrjete sociale, si për me ditë na më konë t'informuar fort të lufta, shka bën lufta, kupton? Tash me folë realisht. Kush thot unë kum ditë çka është lufta, thom ja ka fut kot, se për një me nuk është që kemi ditë. Se edhe filma së që ke këqyrë ti përpara shumë, ose me luftë, ose... Mirë po, mu më ka lind djali me 19 mars. Trazirat vi që ja kanë panis mu shku aty këto trazira. Mirë po, e kum lind djalin gjatë kohë me 24 ka kërsit lufta në Drenicë, ku ka kërsit. Në Glexhan ka kërsit para 24. Bashkë që atë ditë me 19 ka lind djalin, me 20 në Glexhan o konë bo një farë. Theshin jo, këta po tranohen vetë, po gjujnë për policinë, theshin po gjujnë vete, po ata ishin konë që ta të qykes, të i shpur dhe të këto. Edhe une kur kum lind djalin me thonë realisht 3 ditë kum najt pa asë një medikament për dhejt. Se s'kum pas, s'kan gudzu më arë 3 ditë kush me mba. Kum najt me një dhimt, me operacion kum lind. Me thonej, kur e murën vesh se në Gjakovja pa të njës shkijet me i në për spitalet që punojshin. Edhe në Gjakov, kur e murën vesh se ka tuni jam është nga të Lexhanit, u duft me ik pa u shëru për spitalit. Edhe me ik me shku her një vend, her të dajt e mi, her alo varam kollajke se si shmjeku ajo, djali ish halosh me një shumë të smut. Edhe ikshim her një vend, dikur thash, a di shka, e moj mend të dajt e mi kur kemi shku mas pari, burri jam ka pas përvoj luftës, e kanë zonë, ka luftu atje te Kroacia, edhe delke me ble, me marrë armë, nuk e dishin ku janë. Shpesh herë bjen në mend fjolla gjushës temera me t'i për shpirti ku delshin lojme të ke largon e qatë qikë si bidel em një burrit vetë. Se u mytë që në gjinja në për kufina që delshin më marrë armë andej. Si përfëndim thash du më shku të burri jam, thash se unë i marrë me rujt një kashore djale, burri nuk e di ku e kam. Se burrin e kam gjysën e jetës time. Unë jem gjendje me dhonë shpirtin tam, shpirtin ati jo. Unë nëse shdryp zoti poshtë, thët, a do më ta e krajnë, ty e burrit tonë, unë thëmë mu hekma. E kupton? Edhe thesha, unë jem marrë me rujt një djallë sa grima, burrin se di ku e kam. Edhe vendosa me shku që aty, në qëta pluma, kurrin burri jam në najtë edhe unë. Me gjithë si a i delke gjithë natën roje, delke gjithë natën në për pjesë kufitare, po thesha unë që aty, du më najtë që aty. Ku krisi lufta si përfundim që u rëthu krejt rafshit Dugagjinit, anej ka i përket zonës Deçanit, anej që u murë, ajo ditë kur i mi ik na, ka qenë një të merë. Po një merë një riu i ri, nuk din. Nuk me ndonë, shumë. Kemi morë me ik në për traktora, burin e kisha në front. Traktora të moshën, mu më shtin kërë. Se unë e kisha djallin e vogër, plus vetë isha e pashërume. Edhe më shtin kërë. Kur dulëm me ik Lithia, ju theshen ati farveni, na gjujshin me granata, nuk i ki idin. Veç kur ra një granata, jo kjerit ja shkymi atë farë motorin, a i zvezi mo. Ku jem është dryp, une për i kjerit, me ngajt, se zgudzeke më nëllë traktori, me ngajt une, edhe me e kap, me hyp, me djallë, temin, me hyp në traktor. Ka shdryp motra eme, ka këcy poshtë, ma ka morë djallin, ka hyp ajo me djallë, kum hyp edhe une. I nishë piskome u lërim vëllë. Unë jem kone e personi që veç jem lutë. Veç jem lutë. Djallin e kisha në pranë edhe veç jem lutë. Veç u lutë. Sot kanë bua i gara me sa nej gratë bejit atje veç u lutë. Ti më konë, ta na onë, flakës, dy që s'na kapke edhe me të thonë drejtë nuk i dishim edhe shka janë granatët më, shumë që di o konë. Veç hesë që me traktor, bam, bim, kërsiqin, kemi shku,
me një fshat thirrët aty Raushiq, kemi shku aty, u pashit pak, mulle me ik me shku Mbreleq, ku po shkojnë Mbreleq. Shku Mbreleq, burin e kisha lon knej, nuk e dishim apo pështona është i gjalla është. Shku më atje, që aty ku e kena marrë me shku, jena ndru me baba jam i ka pas krejt fëmijën e vet, në traktor, të shku për Gjako, unë na të shku për andej. Edhe që aty e moj mend që jem zhdryp, jem përshëndet me këta, edhe i kom thonë babës tem, ko po shkoni, tha, na jena të shku për Gjako. Tha sho baba ne jo ka kallë të flakë, dhe një mas di që shka shku baba jam deri në Gjako, hiç se di. Na këtu jemi mbledh, ata ne na kënej edhe jemi nda, mos s'di sen. Jemi shku deri në Strelc, ku jemi shku në Strelc, aty jemi mbledh qaj grupi 4.000 vetë, besoj si atëherë konë shumë, na kanë ditë që jemi 4.000 vetë, ne për Bjeshk, nga të një avë ditë kemi bo, me shku. Me thonë drejten vara jeme kullaj ka alo gjak. Djali ish me tomla kësi bebilak, u prishke tomli, kur kishe mundësi më nalë, të mja bo tomlin s'ku dzishe më nalë, se na leshin qetë shkive të kufitare, leshin dhe me thonë. Një javë kemi bo me shku me dalë deri në Malzi. Kur dulem Malzi një herë në ra më në gjitë qështo. Kur në murëm më shdjerë këtë poshtë, kom të mija o blokunë. Edhe aty kom hez zhak në gujsa. Policia, femnat i leshin, marrë që t'i kontrollojshin. Edhe ku kanë shku me kontrollu, burë jam e ka pas një rëp të miqve të vetë, se ajo konë oficiri policisë i shkullum, ja ka pa dhonë, se burë jam gjithmonë ka pas qef më konë pak, edhe kështu si komandantë, ku ja kanë parë qatë farë polici, qatë farë rëpi e kanë rej, e kishin këput qatë, unë se kumë pa. Djallin e kanë marë, e kanë se mirë, po për djallë kanë mendu që unë e kumë linë rrugës edhe gujtë të manë kështu gjak edhe krejt. Më kanë marë, më kanë tërhek me një kombi, më kanë qu, vi që di ku i nashkuti që e shpi që më thoni, kumë po do që ashavat barë, kumë thonë kukua që të mushtria, se e kishe i gjysa po nga vesh, e kishe do me thonë, lufta ishë atëherë për krejt, po shqyqyra dhe që s'kemi ditë, se me bomë nga kërësit luft që tash e dim shka na gjojmë edhe që tash është tjetër gjonë. Pregatit. Po, amo atëherë ishim, që shme thonë, ishim që s'kishim përvu luftë edhe ish det nesrit. Djallin tem, ku e kanë shti me la, ato krit mishin e ka pas trudhen, kështu, që adin s'ka pas. Une ku e kum shtru djallin në spital në Tivar i 6 mujve 3 kila, me flok trame, me vetla, me qërpik, me qaj barë këj fryt, që ka ta të Afrikës, i moj me në këpërpora e qeqin Afrikën, ko gjosho me qeqin, qashtu që. Prej atyjt kemi net imi shku të një nullqin. Motrën e kum pas në Amerikë, i ka njëftu dhe njerëz atje, na kanë bo vendin, po hade tash me dalë në Shqipni, se na metën familjet e ndame. Edhe ku kemi marrë me dalë në Shqipni. Në për atë liqenin e Shkodrës. Nuk e dija e dini atë farë liqeni. Aty o koni sikur nuk ata filmat horror. Në 5, në 2 natës, hona, konë policia ishin kufitar aty. Na tash e ajo lundra. Një lundra dhe lastrës. Hade me marrë me dalë që atë lundra, ato farë kërpnoja, që shtu. Ta merë ke men janë filma horror je. S'gudzej ku gjohë. Bëj ke lundra, ca, pa full. Hinin si uj, thash na që to përdojna me metë që to. Djalli i pështjelën, në me burë, me na qita ta për skej, se ty ku dzeshe me dalë atje me hez liqenit, se ata gjujshin për skej. Atje e pashikon, ku t'nis për skej, që është me hez, mo, ato farë krupnoj, janë anëzaj ke lundra, ato që më për na gjujnë, se ta neltin në isha aty. Se më breg, do me thonë ata na ishin për fundin, policia ishin nelt. Edhe jemi dalë, qështu kemi hez dhe ku imi arën kofi, një 2 orë, ku imi arën kofi e di që o zdrit. E di që o zdrit një farë toje, qështu tha kalu, ku morëm aty me kalu. Aty si lëqë, se o sos uja, ke po se sosët ujitën, ja një as heci mo.
edhe një gjësa po me vesh, qështu qësh ishim, ku me shkel, se ata i kishin qizë me dej këto. Tha motër, apo hypë në shpinë? Thash po. A i këmë këqy burin tëmë, se s'kutëshe, pa i këqy ato me hypë në shpinë tjetrit. Tha po. A i e mor djallin, unë në shpinë të ati njerit, me kalu qatë farloqin, për me dalë jashtë Akofini, tha që ta shim në Shqipëri. Ku kena mor me kalu lumin e Pantarës. A lumi Pantarës edhe sot është i rrezikshëm. E lemo që ish vjerë, si ish novembër, ish nëntori. Ku kena mor me kalu ato. Lundra duhet më gjitë qështu për pjetë. A i farshiriti. U dufke me majtë. Ato duhet krejt gjak tonë atë jenë bo. Sa i qaq fuqi ka i lumë, si aty të fshike aty së të gjithë ke fija mo. Aty s'gjindët fija dhe sët. Djali ish poshtë. E po thot ai, tha, a muj tha vish pak me shkel djalin, zotë që më bëna merë fryma. Fuqia, dhe më thonë se ti pesh, u dufke me shky ujin për mund gjitna, se kështu të por që zgudzan. Na me buru mojshim, durët na pekshin gjak, a janoj shkelmin, unë thashe me yti djalin, se të pjanon shkelmin për me mbrojt me zmëranuja, i fmijesh, dhe më thonë, pesh ati, jena dalë, me nëzis jena dalë në brekë. Ku jena dalë, e kemi këshu djallin është i gjallë, edhe atëherë shka kur ma e keqja, unë kum qenë shtatë zonë të një me qiken, ku e kum kalu qato. Edhe i kemi kalu i mihin Shqipëri. Shqipëri të një kemi najtë një ko, i mi dalë në Itali, prap me skaf në Itali. Edhe aty kum përvujin, edhe aty ka qenë një të merë. Mirë, nuk ka qenë e letë me nisë me përjetu ato, kanë vujt në atë kohë, gjithë populli ka vujt. Nuk është që kemi vujt vetëm na, amo më të vërtet ka qenë një kohë shumë e vështirë. Po pastaj nga Italia ka lutë në Zvicër? Në Zvicër, po. Ka Italia, kalova në Zvicër, kom nejtë në Zvicër, në nëzun Italia, në nëzun policia. Unë e si dola, skafi në atë vakt i njekshin, se dulë si apel që më shka bërë, një me këtë këthejnë që të nënë nuk jenë këto politika nuk është edhe në të rezi, se erë një farë lojmi që më smelon më me kalu Kosovar jashtë, në nëjtë vishë në Shqipëri. Shka kena hek me shku për Shkodrës, deri në Vlorë, të në njek Shqipëria, Italione, këti shqiptare, policia, të ikna se u dha urdhën më smelon më me dalë jashtë Kosovar, me shku në për Evropë. Shka kena hek me shku deri në Vlorë. Kena hypë në Vlorë në skaf, ku s'kan guxoft me në alshu atje ku duhet, se në njeke ajo e policia italiane. Në shku në kanë shu të një farë kërshi, tash logarete që është deti të venat kërsha, se aty s'dijet sa u konë thellësia. Që aty na mund gjitë tonë ka një, se lajtë kishë shrit i pari tonë si kumit poshtë ra. Edhe aty s'kishë nëzirë kush, pësa kishin luftu ata Shqipnisme në nëzirë neve pi ujtë, ajo korën dujanë, sa ta parët i kanë marë. Jena në gjitë një për një, që t'jen eltë. Ku jem gjitë momentin se jena në gjitë në eltë, unë jem veç jem bloku. Se edhe kam qenë shtatë zonë, të një vish të vjellë, veç jem bloku. Mu më kanë marë, më kanë qu në spital me djallë. Burin tem s'di ku e kanë qu. Thash ku, unë e dej që tash jera dhe bashkë, tash upe në Itali. Mu ma më menja që upe në Itali, se ti kus din as një gjumë, as thesha këtu tash, si ki kërku as një jashtën. Nuk e dishë që janë rëdhonat, se tash ti jam synë shkën me telefona me, dhe me thonë atë e ish një ku. Edhe ku im shku në spital, në Itali. Aty më kanë trajtu një natë, më kanë lëshut nesrit, ku jam marrë nesrin që atë hajmin ku më kanë lëshut. Por si s'kishin hi atë natë se u qëtësu deti, 2 ditë, se ka qenë mars. Ishin hi kurt janë që ish mush atyja. Veç unë e me djallë me një krevet, krejt kurt janë. Unë e smutë që aty, la, folshin, dysha apo dele gjallë, visa be atyne. Thash tasdi, hajtë bërë motë e arë një unë, tha hajtë bërë motë e më s'ki dertë, tha se burin tha e dim ku ta kemi qu. Tha hish më s'ki dertë, tha se dërgojmë tha deri atje. Edhe të një më shku, kina nëjnë 10 ditë që aty. Pëllaj kush jetë ke i fundit, një fije shpageti bike, në hongër, në Itali në kamp. Djallin e kisha të smut, me 40 temperaturë. Na kanë hyrë në autobus, na kanë qu dhe në Romë, ku na kanë qu në Romë, na kanë shu që aty shkoni ka dëni. I kena hyrë një farë treni që u koni fundit dhe në Milano.
na shku në Milano, mos ka pas trenat fundit. Djalin me temperaturë, edhe atëherë i kisha ndonjë plak aty thonë duhet më vesh trash, a din? Djali trash. Nuk di që s'ka pëlqy djali që atëherë për temperaturës. E merrshim unë me burr temin çështu çetu e ula. Ky viçkoj. Ke herë një italian tha po doni ku t'ju kthy burri jam me nervoz atina, largomo, ishim po na i thirr policin. Kemi ndajë që aty deri në 5 mëngjesit. I thesha burrit tam, po du me hongër, bre se marrova të vjell. Shkablema, ku t'ishe ku me blej buk, bre, s'kishe ku me blej as buk, as dishe. Edhe jemi shku në Komokjaso. Komokjaso është në kufi me Zvicër, aty është temperatura minus. Aty në verës edhe është minus, lemo dimnit. Jemi shku që aty në stacion trenit, bëjshin fëmija zhurëm se keme një familje, vish krejt të shkepën, vish unë edhe një familje katolike metëm, vish na me burë ata. Ata kishin dhe fëmija, ata bëjshin fëmija zhurëm. Na hekën prej stacionit trenit, edhe jemi dali, jemi shku në një pish, prej sabahit, 9 mëngjesit, e dekterin 6 në promje me 2 kom të në borë, jem konë që atë. Pa hongër, pa pi, djalin pranë, paret nisen me nafsos, me gjithë zgjidhje që është me dalë në Zvicër. Pa atëherë ish luft, ish konë me hypë në tren me dalë në Zvicër, se ata si të nalshin luft. Po ku e dishe ti pa e di qka jashtja, do që si të Shqipnis në lipshin pare, paret ishin nisë mësus. Burri jam fuli me një djarë të migjës vetë, a ishë në Zvicër, i tha qëra sa në prumfshin, tha deti dera, unë tha javja paret. Po kush qëjke? Na hypën me një farë si tramvaje, na qunë dhe ku fini, kush kunë, e qunë një farteli, tha hini qëtu. Kur him në nëzunë që të në Zvicër, Zvicra na ka prit mirë. Si azilon, tha Zvicra na ka prit, na ka qu me një farë, a i burgi ish, po, ku na heki neve për aty në beterave, na ka këthuj dark, Zvicra na ka prit të një jashtëzakonisht, shumë mirë. Po, pastaj, si ka qenë mu ambientu me Zvicrën, me qenë se një ndryshim shumë i madhë me lanë Kosovën, edhe me kalu në Zvicër, pavarësisht që një rrugtim shumë i gjatë, me sfidat të ndryshme, po sa keni arrit mu ambientu në Zvicër edhe cilat kanë qenë vështërsit e para? Në qatë kohë, ku na kemi shku në Zvicër, kemi net vetëm 10 ditë në për bunkera, dhejsa na nxershin për bunkerit, na qëshin një intervjist, na mershin një intervjist, na qëtshin na petë, dhe më thonë, edhe unë kum nejtë në Zvicër një vjetë, më thonë, kum linë qike në Zvicër, na qunë të në për azil centruma, Zvicra na ka prit shumë perfekt, mirë po momentin ku maroj lufta, Zvicra një nisi me këthy njerëzit, edhe na tash apet me ikë. Edhe prej Zvicrës nuk është që kum dalë, kum bo pashaporta slovene, me ikë me shku në Amerikë, se kisha familje në Amerikë. Ku jem dalë në Francë, mu më kanë zonë burg. Edhe aty ku më kanë zonë burg, mu me gjithë burë, aty ka qenë fëmin dëshin me minda, me minda fëmit, une me metë me burë në burg, fëmit me mi marë. E që aty tham ju, të një dashtën burin me qitë në burg, na me najtë të. Edhe kur se arroj që aty ka qenë një moment pak se i fështirë se ishin gjomat që shtu të burgut, burri isha nej, na ishim kënej me fëmi, fëmija i nunë durët në gjam edhe babi bëjshin, unë e kënej aty, që aty kemi qajt me lotë se nuk në lanë mua. Të një policia tha, okej, do të milojna bashkë. Edhe që aty kemi nejtë 10 ditë në burg të Francës. Na nxershin bi burgit, na qojshin, me na mori intervjist që shdasht me ikë, na qitën fotografi me ato të kriminele, ata merke menja që shka kishim bona. Edhe kum flejt edhe në për parkat Zvicrës, aty të Francës. Edhe si përfundim tham, okej, do na me shku në Belgjik. Po le me do të familjes në Belgjik, se Franca, se maraj lufta. Nuk ishe mo shka me thonë, të i kthejshin, mo krejt, se maraj lufta në Kosovë, i kthejshin. Edhe hada me shku në Belgjik. Kemi shku në Belgjik, për Zvicre. Në Belgjik kemi najtë edhe aty një 3-4 mujë në përhoj ma në për, masa najtë në dha e drejta me dalë në banes tonën. Unë njëherë me dokumenta jem pajis në Belgjik. Në Zvicër këm dalë që tash prap me jetu që 10 vite, se unë jetoj, sa u bo, 27 vite që jetoj jashtë. Me thonë realisht, thash, unë jem një person si shumë shpejt ambjetuona me njerëzit. Nuk është që kemi hek keq mu ambjetu me Belgjit.
na kanë prit shumë mirë edhe në Belgjik. Na kanë, që më thonë, na kanë ofru, unë ja nisa me punu, me thonë drejtën, unë as biciklën s'kom ditë me gra, më ta kallëzuat historinë e biciklës, në që është i kesh, ku merë ke burri, me më qunë punë, më unë çdo për mas guma në alshejke, sa e gumë bicikla, edhe ku merëshim me më quajnë punë, unë e te e biciklës, e ki për asysh pa ka shumë qësh është. Edhe unë të unë shën atë farë biciklën të ngresha kështu su kraton film, ata me ke mene se më ka qu kjo me shetitë, din. A mos e dishe si po rotullohesh apo të shkel nej. Po, ka qenë jetë me shumë sfida, po njeriu i ri nuk është që edhe i mendon shumë. Ma shumë i vujt që tash kur i mendoj si shka kum kalu, se sa atëherë. Se atëherë e ka njeri i ri edhe nuk si ke mendu shumë gjonat, tash shfaqen ato përjetimet. Po, tash shfaqen. Behia na tregoni sfidat dhe punë cilat i keni punu në Zvicër, me qenë se tash jeni grua shumë e suksesshme, ki 2 biznese, njën në Zvicër dhe njën në Kosovë. Kështu që është mirë që mi thonë gjitha ato sfidat cilat i ke kalu dhe falë krejt aty në sfidave ti je një grua shumë e suksesshme. Vallaj, na folëm për sfidat, po me nisë ato sfidat edhe sa janë gjona që me të vërtet prekin pak, edhe suksesit. Qëre, unë e thash kam qenë një fëmijë gjithmonë një njeri me ondra, jetoj me ondra edhe shka e kam zgjë të keqe, ku të m'gulli me bo që ato ja e bëj, ja s'ka. Pa morë parasysh, a m'del mirë, a m'del keq, unë e bëj. Nuk është si gjithmonë jem qu pozitive, kupton se nëherë dhe kanë dështu gjonat mirë, po janë kur të m'gullet me bo një sen, e bëj edhe s'ka. Sfidat kanë qenë, tash, sfidat e luftës, sfida mirë, po çka është diçka ma interesantja është që kur u bona mas miri, që me dha Belgjika dokumentat, se në Belgjik kum jetu, e kum bo në shtetësin, mas andaj prap jem dalë në Zvicër, azilet e parë jenë konë, thash, u konë Molizia azili, u konë Italia, u konë Shqipëria, jenë konë në rënd, Belgjika u konë e fundit. Belgjik kum marrë dokumentat, mas 7 vjetë, tani kum jetu në Belgjik një 14 vjetë, tani jem këthuj prap, tash jetoj prap në Zvicër. E vështirë ka qenë, po ku i ku morë dokumentat në Belgjik, unë jem gëzu shumë, më të folë realisht, jem gëzu shumë se e dishim si në Kosovë, ju kena ndimu familjes burrit, e dishim si këshim rujt as një tislic, lufta, thëshim luft, në as një tislic me ngulli baski se kena rujt. E kupton, do më thonë, më kujtëshim si kur të këthejem i gjojna shpijat në apet që që kena alonë. Edhe kur e murëm vesh që e pështun për i lufte, një daj ma kanë mytë gjatë luftës në Burg Dëbravës, tjertë pështun, adin. Edhe aty burit tem e thesha na vish duhet me punu, duhet me qupare, me bo shpi, me bo gjona, me jetu tash, me gjithë. Edhe kena hek, edhe në atë pjesë kena punu pa letra, ngoja me, nuk është e zashme me mu gjindi jashtë, sërzisht nuk është e zashme, nëse ku se din as edhe një fjallë. Puna të ndryshme. Po normal, puna, unë kum punu pastrim, po sot e heki kapuqin edhe për pastrim. Sot atëherë jesh falenderuse që dikush po të merë ty në punë, se pa e dit as i gjumë është problem ti me punu. Edhe kena punu, ku erë puna që i ku morë letrat në 2098 jem dalë, në 2000 jem pajis me dokumenta. Jo, në 98 jem dalë, në 2007 jem pajis me dokumenta. Edhe i ku morë dokumentat jem gëzu shumë. Se thash belet pak të ndikush për familjes tonë është jashtë me ndimu në Kosovë. Momentin kur unë i mora dokumentat aty ndodhe një gjonë që unë nuk e prita. Ka qenë një gjonë shumë e vështirë. Edhe për atë pjesë, kur flasë për atë pjesë, ajo pjesë është që mu ma shkull zemrën. Nuk ma shkull zemrën asë një sen që unë kum nejtë pa bukë, që kum nejtë pa pi, që jem dalë me gjysa pongë, që s'kum pas tesha, që kum nejtë në përhajme. Asë një sen nuk më dhamë ma shumë se që ajo që më ka ndodhë ku i ku ma letra. Ajo ku një sen që mu ma ka shkull zemrën për e gani. Edhe nëse ma bon atë pytjen shka është taj sen, unë po të jebi këtë përgjegjen pa ma bo pytjen eqë,
Ajo kun Realisht e di pak a shumë, por nuk po du me të ndërprej. Ajo kun rasti kur më ka s'më burë. Ato ka qenë një gjohë që unë e thash i mora letrat, edhe tash vish kena me punu, vish kena me gjallnu, s'kena me pas më kur gjohë. Unë e kun pas një burë si thash jemi familje, pi 10 motra burin tam se ka kërkush. Për 14 vjetë e kemi jetu një jetë, as motër as vlla, as një njeri nuk ka egzistu, qysh unë e kom egzistu me burin tam. Seriozisht është, as mos i kena thonë kur një shoqes as një dreq me gojë, as ose ik, as ose shko, as ose prek unë e kom punua, e ka qenë kraj djathti jam, e nuk kom qenë kraj djathti tina. Kena rritë fëmin bashkë, kena punu bashkë, nuk e di, tash me shdryp dikush me thonë, a do në njënin kramet a hek tyja burit, në thëmë, hek ma mu mës ja hek burit tam. Edhe burit jam ka qenë ushtar në atë kohë kur e kanë marrë në Kroaci, edhe e kanë marrë shkijet, e kanë marrë peng. Do me thonë, ka qenë për mas me altit shkaut, për para me sulum që ka ardhë prej Kroatëve. Edhe ka pa masakrat ndryshme, ka pa çdo gjë, ka pa shka bën shkau. Bile shpesh herë ku mbleshin lufta dhe ke s'ja dini ju turin shka bën shkau. Mirë po, psikologjia e thot kur bohen me 40 deri në 45 përsëritën traumat e rinisë. Shka do që burin e kom pas shumë zotin, për burin e kom pas e ka shty bjeshkën, qaç u kon shumë njeri i zoti, edhe aty ra në depresion. Ato jenë sena që mu më dhamë zemra, sot hala më dhamë. Aty u këpët, sado që unë mundova me jetu, aty jeta jenë u ndërprej paka shumë. Ndërprej gëzimi, ndërprej. Çdo gjë u ndërprej në atë moment, mirë po unë kur nuk jem ndërzu. Deri sa burin tem e kom këthuj aty ku ka qenë, unë nuk jem ndërzu. Nuk jem ndërzu, absolut. Sa ka qenë vështirë trajtimi i ti? A ke me të thonë drejten, smuja psikologjisë, unë kom përnu edhe në psikiatri në Belgjik, smuja psikologjisë është një smundje që personi vetë nuk e vujnë. Njerëzit që jetojnë me ta e vujnë. Edhe është një smundje, edhe une fëmijët atëherë i kom pas vërgjël, edhe kom dosh me moj fëmijët largë. Kom dosh vetëm une. Është një smundje që më të vërtet nuk është e letë më trajtu. Është shumë e rëndë më trajtu. Unë kom lënë fëmijët vetëm. Kom ngajt jashtëzakonisht shumë për me mujt me shiru edhe me kthy sot ai me ditë ku e ka fëmin, ku e ka gruan, ku e ka familjen, se më të vërtet ka qenë një krizë që unë mendoj se shumë njerëz në Kosovë e kanë këtë jetë. Po unë mendoj se shumë e bojnë këtë gabim që i mbrojnë këta njerëzi, mos ta di kujshia, mos ta di mahalla, mos ta di naj, edhe nuk e dinë sa keq i bojnë. Unë jo. Mos më ka interesu shka fol kujshia. Mos më ka interesu shka fol mahalla. Mos më ka interesu si kanë thonë bihia ka s'mua sonin. Ka pas rastet tilla? Po. Shumë. Ato janë gjona që më të vërtet dhomin. Po du mu mbrojt pak mës me hinë në emocione se momentin kur hit flas për këtë tem ja nisë më ndhim këtu për mas kryt. Edhe mësanej nuk moj e këfjeli vetën. A kupton se është pak, janë gjona që janë shumë trona, ama po, ka pas edhe kësi raste se jemi popull që nuk e kuptojmë njeri unë, sidomos femnën. Sa ka qenë behije e vështirë për ty, pavarësisht që ka qenë një moment shumë i rënd, kur bashkëshorti veç është rënd depresion, edhe në pjesën tjetër i ke pas fëmijët, edhe ti vetë po thu që gjithçka u shu, edhe kur e ke dëgju një fjalë tillë që shembull dikush ka supozu që për shkaktonin ajo shtroni vaj depresion. Atëherë nuk është që
Nuk është, Që për shofin këto edhe një fatë shumë të mirë. atëherë nuk është që i komendu për gjona që ka full dikush tjetër. Unë jem konë vetëm ta kthej këtë njeri në jetë dhe nuk më ka interesu për kërkon. Fëmit i kom pas dëvëgjël, mu nuk më ka interesu, babën tem, Rameti po shpirti e kom pas krah. Edhe se deri sa u vërtetu smundja e Hasanit që është prej lufte, se në fillim ku ja nisi me xhelozi. Edhe është shumë e zëshme ti si femën mu mbrojt të opinioni përderi sa ty burri jyt lufton ty. Paramendoje, sa është e zëshme. Edhe për mu ka qenë shumë e vështirë se ti përderi sa burri e fol një fjalë, qysh dush me jamush menën ti që ati të personi tjetër që nuk është qashtu. Kur burri yt që e qetë kryt një astak e fol. E kupton? Dhe më thonë, Po në këtë rast ka pas që edhe burri ka folë diçka? po normal se burri nuk ish Gjendje të mirë emocionale. jo, burri nuk di kish ka folke. Burri folke, mas nej më olken 2 gojtë mu më theke më falë. Nuk e di shka kam, më falë. Unë e di si ti je kraj djathti jam, unë e di si ti je jeta jam, unë e di kush je ti, por nuk e di theke shka kam. Edhe unë shumë e zëshme mi pa lot të burrit ti. Unë shumë e vështirë. Edhe unë që ata i thëm vetit, mrete për mi vreti. Unë e s'lodhna kush së më thirë dikush tjetër mret, unë i thëm vetit mret. Unë i thëm vetit mret, se e di unë shka kum përjetu. E di unë shka kum bo për familjen tem. E di unë. Nuk më zitna që shumë këqyrti, më dhamë, është e vërtet si më dhamë, po të ke fundit thëmë, se më nuk më pas shumë fështirë më mbrojt. Shumë fështirë, se burri thënë është jargani i gruës, a i thojnë këtë fjallën. Për deri sa burri jetë, deri sa dul në atë farë që e qiti shka ka mo. Momentin kër e qiti shka ka, atëherë që me thonë, o kuptu që farë problemi ka ose ku është, për deri sa e qiti ato, shka e mundon këtë njeri, lufta o konë me mu. Deri sa e kuptu në opinioni si shka e mundon këtë njeri, unë e kom pas shumë zërë. Dhe për që ata thëshin, se unë kom qenë person që kush s'm ka pa të mërzitne. Të thash, jem martu me një mimar, ka s'kom bojt dertune, a kom teshën me vesha, se kama. Unë jem konë gjithmonë happy. Unë jem konë gjithmonë person që s'kom ditë mu mërzit. Unë e bukën, a e kom bukën, mu s'm ka bo për shtypje. Mu m'ka majtë shpirti jam, i qeshur. Mu s'm ka interesu, a kom me hangër darkën. E kuptan që po du me të thonë. Edhe kështu që tëni të kthejesh, luftojsh me një person që ti po të sulmon, luftofsh edhe me opinionin tjetër, për që ta i thonë vetit mret. Ja heki kapuqin vetës teme. Për sa kohë ke përjetu këtë bashkëshortit? Me të thonë drejten, në 2007 i ku mua letrat, ka qenë ajo e para, deri në 2012. Deri në 2012 ka qenë kriza e kulmit, thonë. Mësa nëjna kanë shku tyra, më thonë, edhe unë e sot e heki kapuqin për vetën time, e heki kapuqin për fëmijët e mi, për familjen time. Sot jam shumë e mburne që une e kam një familje që kum dit me e majt në dorë të zotit. Po sot burre është gjithë shka në regull? Po, është ajtash paka shumë me medikamenta, ose smundja psikologjisë nuk shërohet. Smundja psikologjisë është smundje që, që ata është smundja ma e kushtueshme është smundja psikologjisë. Mirë po, qysh ka qenë që se ka ditë emrin e vetë, sot është perfekt. Po me gjitha këto sfida, gjitha këto vështërsi, ty nuk të kanë dopsu asnjëherë, ti vetëm
je bo një grua shumë e fortë dhe falë kësaj që sot ti je një grua shumë e suksesshme, ke një familje shumë të mirë, ke fatbarësisht edhe bashkëshorti është tani shumë më mirë, edhe ke edhe 2 bizneset tua, në Kosovë dhe në Zvicër. Si t'lindi ideja që të merresh me estetikë? Gjithmonë kom pas qef me mojt vete. Tinës babës atëherë pak me bo pak që. Edhe pak seme, gjithmonë. Gjithmonë kom pas qef me mojt vete. Gjithmonë kom pas qef më konë bukën e kom lanë, veshën s'kom pas qef me lanë. Kështu edhe gjithë jem konë, jem e leme. Unë e thëmë jem e leme për këtë punë. E kom dashtë shumë këtë punë. Po pastaj shkove ndonjë kurs, ndonjë shkollë në Zvicër? Unë i kam dikon 15 certifikata dhe diploma. Që i kam të estetikës, që gjitha janë të estetikës. Sa jem konë pa dokumenta, o duf me pastru, me fshi shtëpia, me bo që si punë, se s'ki pas mundësi. Thash e heki kapuqin edhe për ato punë. Se është punë që u fitu me njësën e ballit. A kupton, nuk më vjen ku gjo mërzi me fol ata. Se qajo punë ka pru sot ku jem qëto. Edhe masanej kum pas gjithmonë qef më morë me punu me të bukurën, më morë me më morë me senet e bukura, si ta qetësojnë shpirtin. Unë e estetikës nuk i thëmë punë. Unë e estetikës i thëmë gjonë që mu ma qetëson shpirtin. E punoj me plot përkushtim. Unë në Zvicër i kam 2 puna tash. Punoj edhe në spital, punoj edhe në estetik. Edhe këtu i kam 2 biznese, jo një, 2 i kam. 2? 3 i kam pas, po në Prishtinë tash kum nis me se me problem me punëtor. Edhe unë i kisha qelë në krejtë Kosovë biznese. Mos me pas probleme me punëtor. Krejtë Kosovën e kisha financu me biznes. Se kom aparatu e kom teknik. Aj njeri që të unë e merë zanatin e di si kur të punon dikon tjetër, nuk i bënda. Behije, sa po ki ko për gjitha këto biznese, vetëm një biznes me menagju me të vërtet është shumë vështirë, po ti menagjosh gjitha këto biznese edhe t'jesh gjithmonë me familje, pram familjes, si në Kosovë, gjithashtu edhe në Zvicër, me të vërtet duhet një menagjim i kohës shumë i madhë. Po njëkohësisht edhe t'kesh kohë edhe për intervista, për televizione, unë nuk e di si për menagjon kohën. Njeriu ja bën kohën vetit. A kupton, njeriu ja bën kohën vetit. Unë i hypi kere i Zvicër dhe në Kosovë vi vetëm. Njerëzit thonë si vjen ti vetëm, unë vi vetëm. I hypi kere dhe atje, vi në Kosovë vetëm. Plane nuk bëj, se nuk kom hecin planet. E kom këto. E kena kuptu. Sot nisna, sot e bëj plan, neset veç nisna, se zdi, qështu është që nuk kom hecin planet me bo. Ku kom dash me, unë kur dola për Belgjike, që dola në Zvicër me jetu, nuk është që, jo që nuk mujta mu adaptu në Zvicër, po në gjithmonë kom pas qef 1 euro me nxerë 1 euro temen. Jo me, që me thonë, jo me punu për dikon, për vetën teme. Më 1 euro ta fitoj, që ato ta fitoj mirë. Kur e mora vendim për më arë me hap bizneset në Kosovë, unë e thash du më shku me qelë biznes në Kosovë, ju thash fëmijëve edhe burit. Thanë okej, shka. Unë jo që është që jetoj shumë prej bizneseve të Kosovë. Ne e dim sa është jeta në Zvicër, sa është jeta në Kosovë. E dim sa janë pagesat e Zvicrës, sa janë pagesat e Kosovës. E dim krejt tash. Nuk është që unë jetoj me parën e Kosovës, jetoj në Zvicër. Mirë po, qëllimi jam ka qenë dvi, shkoj të hapi vene pune, shkoj të kallëzoj qelësit punës, të ka njerëzit ku mu pështet, të ka njerëzit me punu, se ti mur vlla, ti mur Evropa, njerëzit e shkollum. Po ti qënë në përpa ushtela, po ti merë. Edhe erdha ma qëllimin që edhe në Kosovë punohet, edhe në Kosovë gjallënohet, edhe në Kosovë jetohet, edhe në Kosovë është çdo gjë që mundet njeriu me bon veç aki vullnet. E jo 1-2 euro në gjep me dalë me pi një kafe. Edhe deri që tash i ku menagju vetë, që tash e kom angazhu i motër, e kom një motër pak si vetën, që shtu si me qenë binoke.
Edhe e kom angazhuat motrën, i kom thonë tashi, punën të abona biznesin, ec, graj, ec, hajde, ec, puno. Edhe ajo është falenderuese, është shumë e zoja, edhe ajo është shumë falenderuese, shpesh herë thotë do më të arrit fotografin me ta qëtu. Kështu që kur do njeriu, ja arrit, bakin çdo gjë ja arrit. Tash mu fëmija më kanë rrit, fëmija jenë dalë mbut vetën, për fëmijë mo nuk është që kam vezvese shkollën, këto, ato, kështu që pse, mu s'm duket interesant me nejt, mu s'm duket interesant me nejt. Beso që s'm duket. Une kur hi, une shumë e kom beznis telefonin. Vish që s'kom qare pa e morë telefonin dorë, mi bo që to sene që më duen për biznes, se kërkush nuk për me regullon su kur vetja jene. Se shumë e kom vezvese me up kohë në telefon. Mu më knaq gjona që unë rri, unë s'kom qef me dorë me vini kafe jashtë. Mu më knaq mu abeti kur rrinë shpe, mu më knaq që kjo qaj që ma ke qitë. Ti qëmë që tash në restorant dark, the mu se më knaq sa që kjo. Mu më knaq në gjonat në shpe, nuk më knaq në gjonat në për restorant. Jena ngop me gjonat jashtë të shpis. Kështu që kur donë me menagju, unë vish për 4 ditë ku marrë. Ti e din shumë mirë që ku marrë vetëm për 4 ditë. Kështu që e gjej, njeriu e bën kohën vetë. Kështu që i shkon mirë, mja dhonë që i shkollë, gjusën e këthau që të Kosovë. Të lidhëm këto me gratë e Kosovës, a mendoni që punojnë sa dohet apo sa je e knaqshme për gjithësi Valaj, gratë e Kosovës? e kom thonë një intervist ma përpara, paka shumë jo që i kom kesh, po unë kom kallëzu një realitet grave të Kosovës, edhe shumica më kanë kritiku. Adin më kanë kritiku në këtë pjesë se pse edhe na punojmë, bile shumica ku më kanë thirrë në telefon, i ki bo donë biznesit, ki me pa, ka me të hu puna në Kosovë, se ki kesh gratë e Kosovës, edhe e kom vrejt kur hin TikTok që kjo që i ka kesh gratë e Kosovës, se nuk kanë arrit me kuptu shka unë kum dasht me thonë, shka unë kum dasht me full. Gratë e Kosovës, na jemi shumë të zoja, neve nuk na mojnë jashtë si jemi dhe milica. Unë kom cekë zdi sa herë, kom thonë, neve na man gerba jojnë jashtë. Kërkush na man? Na jemi femna shumë zojat, na jemi femna pashlore. Sidomos gjeneratat e tona, që jemi rrit me punë, mu më ka shtinë unë e me 13 vjeç me la tesha me dorë, sa të s'kena pas maqina. Na jena femna shumë zojat. Pse duhet mu dhe mi lavë tash? Pse duhet mu dhe mi lavë? E vërtet është, po edhe në Kosovë ka shumë femna të zoja në bizneset ndryshme. Do shta nuk të ka ra, në Prishtinë, po me të vërtet ka. Nuk e anashkaloj që nuk ka femna të zoja. Nuk e anashkaloj. Këtë punë ish, për që ta pëthom, ne jemi shumë femna të zoja. Mirë, po femnat e Kosovë, në Kosovë, po të flasë, po bëjnë është ta gabim që foli se e di që kjo kanë më mësëlmu, po të mësëlmujnë. Femnat e tona, kena hekna. A e din na shka kena hek. Një dytë ngruë në të thonë, a e din shka kena hek. Ku jem shku në Belgjik, ata i kena pas do pleqet një plak edhe një plak që me të vërtet na kanë dasht shumë. Edhe ku i na shku aty, unë ja nisa me ja kalzu se na qështu si gjënoa, kena hek, adin. Edhe ja nisa me ja kalzu jetën e nonës teme. Adin, qysh ka hek nona jem, qysh. Edhe më goj e plaka, tha behije, thash tha ngoj e umën, që apëtët se uma i theshim. Unë e moj men, tha, gjyshën teme në qitë kuën e nonës tonë, tha. Edhe me vesh, Belgjika ka veshën e vetë. Tha dhe me vesh e moj men, tha, qështu? Tha, po, na që ku jemi sot. Edhe ju, tha, ti, tha, musu bazo, qysh nona jote ose gjysha jote. Ti, tha, këqyr, hec ta për pora. Jo më kësim ro. Jo, tha, hecni, tha ju, femnat për pora, mos rreni, tha, mos rrit ti,
Tha të thonë qysh ka jetu nona jeme, qysh ka jetu gjyshja jeme. Tha ti hec tha ti, depërto tha, depërton, po thash unë s'është liria. As në Belgjik tha s'o kon liria. A don tha me të kallëzu tha Nisan? Belgja tha shfal. Na tha jemi ma gjeloza se sa ju që kallëzoni. Thash pse? Tha pse? Tha qërë po ma she murin shpe, edhe për një me. Shumica e katunëve në për Evropë i kanë shumë rol i kiti aborin me abor që nuk është i mshelën. Që nuk ka mur. Që nuk ka mur, ose që ka bo lula, ose që ka bo... Mur gjallë. Po, mur gjallë. Tha për në shenjeve, a më shetha i mu këtu a? A kupton që për du më tonë? Kështu që, tha duhe ju me hecë në shtë dhe femna të Kosovës. Duen me hecë, sot është koha që mundën me përnu, s'po flasë kur fill mas lufte, se ka qenë një kohë tjetër, a mund që të 2-3 vjetë e fundit, që unë jetoj ma shumë këmë nejtë në Kosovë se sa në Zvicër, që ta shka arë një mundësi që gjithë qysh duhet me përnu femna. Kur përnën femna e ka parën e vetë, jo më tranu, se femna din edhe më tranu. Seriozisht e kam, vjen keq si flas këto, po unë jam pro femnës që e man veten, e man familjen, e man fëmin punën, që nuk ja zgat dorën burrit. Për shka po buan këto keq kuptime? Për shka po buan këto? Burri po shkon në punë, femna gjithë ditën e gat, blema këto se jeta ka arros, po t'vjej noti. Ty po t'vjej noti me dal me flokun pan gjy ose me gjonat se ka arë një jetë që si loji. E pse ti mos me punu ku ki mundësi sot? Pse? Mu më vjen keq vetëm prej aty në femnave që burrat ndoshta janë burra, se nuk e dija ka shumë. Ka raste që nuk i lejojnë me punë. Këto do shta me thonë që janë asi kryfor që dojmë ja u lyp trungt me të rakop si o gjonë, që se len grunë me punu, se aj monole me legjiku, gruja me punu, aj nuk e din që në mas por ja jep krojën e djohë të tina. Po tash po ka raste që gratë po punojnë, thëtë one do të me majtë veç vetën. A çka mendon qëtë pjesë? Do me thonë, kemi pas edhe në për televizionet temat tilla. Një grup punon, do me thonë një familje, edhe thëtë, une nuk jo me obligu me jam në shpitem, në ku që aty jeton me burë. Po që kjo është, a pishe si që kjo është efekti qësh ajo ka ngel me qatë farë. A është kjo në Evropë? Ja, së është në Evropë. A i din që ka shumë familje, do me thonë Kosovë, që thojnë, une nuk jam, do me thonë, ku është puna aty të feja, që i konvenon feja, thëtë ti nuk je obligu me majtë burën, as unë mendoj që një burë dhe një gru që jetojnë, apo edhe fëmija, krejt punojnë për qatë shpi me që për para. Një familje me pas tarnat për bashta, jo me hje keq. As njone, po se cili sa do pak me kontribu për familje. Jo, në qofë se gruja ka kuletën vete, burrin vete, fëmija vete, atëherë ku po jesëm si familje? Mora jo ta man kuletën për të kontribon edhe në shpese. Se ta man kuletën për të kontribon edhe që aty. A kuptan, do me thonë... Po tash me trem po thoj një, se unë nuk jam e obligume. Do me thonë, sa orë punon edhe thëtë unë nuk jam e obligume, ato janë... A pishe se kanë ngell me ato? Vjetrën, që kur për para që kanë ngell? Po qofë se kanë ngell me vjetrën, nuk do të me punu heq. Po, ajo qëre, unë për që ta po thëmë, qash din, qash full. Që ta po thëmë, duhet me hes në për para. Duhet me hecë për para, nësë duhet me këthy kryt për mas. Unë s'duna me këthy kryt për mas që shka vujt nona jeme. Unë duna me bo një jetë më të mirë. Unë nëse du, sot, unë e diskutume dhe pak para intervjistës që thamë, sot nuk ka dashnit sinqert, sot ka veç interes. Se sot nëse kini dashnit sinqert, ti s'ki shansë mës minimu që ti burit, ose mës minimu që se gruje. Ose dhe mes minimu që ata 2 fëmijëve, ose 3, ose sa i ki bote. Vërtet është. Një, e dyta, gjithë cili duhet me nunë, se po flasën këtë rast se me qenë psikologe. Po, jam një faralloj psikologe, që kumë përnu në Belgjik, në psikiatri, kumë pas zbaj me pacienta. Edhe, a di shka do me thonë, psikologjia është një shkollë në veti.
është një shkollë në veti, për që ata është një shkollë që e kushtueshme. Qaj prind që punon, na tonë e dojna, a në këndi shumica si thonë, a i është vip. Na e këqyrim një njëri që ka, e këqyrim me një sy tjetër. E këqyrim një fukara me një sy tjetër. Pse vlla s'pe bën fëmin tonë pasonik? Pse vlla s'pe bën gruan tonë pasonik? Pse vlla s'pe bën burrin tonë pasonik? Më të këqyr ty dikush me marr lakmi, e jo me këqyr ti dikon. Më të këqyr ai ty. Pastaj nuk mund të deportojnë tutje kur ne përmbrenda si familje mendojmë se cili për vetën tonë. Do më thonë, unë nuk kam obligim ndaj shtëpisë që unë rri, ha dhe pi, atëherë çka kanë me mësu tutje. Po që ajo s'din të më, shë për thëmë, ajo s'di ma shumë. Ajo vish më zema kesh ku ne e bjehise. Shë më thëmë. Behje, kena shumë çka me folë, me qenë se kemi dalë për minutajës të emisionit, po na intereson tash, përveç po të shohim në intervista, po të shohim në bizneset e tua në Kosovë, në Zvicër, po ashtu edhe shetiqet nuk po të mungojnë. Kohën e fundit je aktive edhe shumë edhe në TikTok. Po. Me rolin e shoqës. Jepe një sqarim, nuk e di sa... Kojshikës. Edhe ka fillu mu bo shumë virale ajo, edhe ke shumë views edhe në TikTok. Një sqarim për gjithë ata që kam pikpyqe në këtë aspekt. Me qenë se gjatë këtë bisedës ke qesh. Kur ke mpytje të bashkëshortit kanë dollat, që s'kom besu që kanë me dollat. Kështu që burren apo do me shpërbly me një kojshika apo çfarë? Ja që të s'lejë më në prej kërkush. Po nështë sa shumë e du edhe e jepin të kujnë. Po ma kthej në apet, sa mojnë për të në herët. Unë shpesh herë bëjë thëmë, o Remiro që tina në paket, qova, merë kusht merë, po tut në më kthej në apet. Qëre, thash edhe pore, jem konë shumica ma kanë bërë njerëzit, ti e konë për një humoriste, e konë për një, e kom pëlqy botën, e kom pëlqy botën mediale. Publike. Po, e pëlqej, me të folë realisht shumë e pëlqej. Edhe kom pas humor jashtëzakonisht shumë. Thash, momentin burri kom lujtë, se ti më pakon ajo që shem konë, valla, e s'kishe mujtë ti sët me bo bised me mu pa kesh, bëde ova se kam qenë ai person. Edhe tashin, kom pas disa ftesa për televizioneve me orë me bo emisione. I kom pas disa ftesa. Mirë po unë po jetoj jashtë. Edhe nuk është që po muj me, kur të merë një përgjësi me bo një emision t'i dush më konë këto. Edhe të një kjo roli kujshikës, qështu vishtu najtë mu tek një ditë thash. Po, pse për nuk e bëj thash një rol të kujshikës. Ajo kujshike ajo më vetë. Nuk është që më vjen dikush, bile mu ka kesh me një koment, ku më ka shkru një unë edhe, që shë merë kujshike në përguj. As për t'vjen moru me marë kujshike në përguj. Kuku thash me fosa si kujshiku, nëse kisha qilë djerë njës, kisha... Po, do me thonë njerëzit nuk jenë gjendje me e kuptu. Si të kalin kjo ide me marë një shambull një rol të kujshikës? Thash... Ndoshta nga bisedat, është një diçka një realitet që i ka ndodhë dikujt? Në fakt është kjo, sidomos në Zvicër nëjnë shumë. Në Zvicër nëjnë shumë që kanë pas probleme me kujshiket. E nëjnë shumë. Po në këtë pjesë, bashkëshortit edhe fëmijëve, ju ka pëlqy ky rol? Për zotë me thonë drejten, nuk është që e kom diskutu fort me fëmijët as me bashkëshortin, po ata e din që unë e ndina rahat edhe e ndina rahat me këtë farë rolin edhe nuk është që ju ka bu fort përshtypje, absolut ajo gjonë. Nusja ma buni një ditë, tha, tot thash ka e ka bën, thash e ki pa kushike, shka po më bën, tha po. Tha po, thash edhe kështu që vi që ku morë si, hajt, pse ajo, TikTok është medial, është televizion, unë nuk e di pse... Më shumë se televizion. Se njerëzit, thash, rjetët sociale edhe pikeq përdorin. Tashi, edhe tash e kanë marrë këtë TikTokin që është sen i keq. është i keq. Varë se për çfarë e shfrytëzoj. Po, unë për e shfrytëzoj për punën time, se unë shpesh hi... Edhe nga njerë si kojshike. Po e shfrytëzoj edhe për kojshike. Në moment më vinë senet e kojshikes aty,
Edhe okej, thëm, hajde, kuj shike, shka ka tresët? Thëm. Më thiri kunata prej Kosove në telefon. Kunat, që shje, thash mirë, kunat, që ka trej. Kunat, vjerën edhe vjerin, ta nisa në aeroport, del merin Bazel. 3 mujtë e ti, 3 mujtë e une. Se balt t'i këshyra. A ne kunat, shka me të bon, veç edhe në këtë vi, 3 mujtë ditja e ki qërminët e shpijes, 3 mujtë i lan, 3 mujtë i qes, se shpijen t'a kom bo për pleq. Kështu që, realitet është kjo. Fakt, nga realiteti që është... Do më thonë jenë gjona që me të vërtet jenë realitet, a kupton? Edhe kështu që jem nis me këto edhe, thash, mu më pëlqen bota e artistit. E kom mendim me shku edhe... Shpresojmë që shumë shpejt shohim do një film, edhe unë e kam disa kolegë, disa dashamir që në këtë fushë edhe shpresoj që shumë shpejt do të shohim në një rol, se me të vërtet e meriton. Po, na flisni pak raportin ton me Erin. është bërë shumë mediale, dasma e djalit. Kretë falë teje. Keni raport shumë të mirë. Shpresojmë që atë raport, si e ke thënë në intervista, tjetë ashtu. Ashtu është. Një raport i jashtëzakonshëm. Një raport që ja vlen me ndëgju intervistën, për më jep motiv shumë familjeve, shumë vjehrave, shumë rejave, për një raport të shkelqyshëm si që keni me rinë tone. Na flisni paka shumë në këtë pjesë. Nusën teme e kom dritë djeli. Kur hen nusja në borë, sa ajo nuk jeton me mu, jeton me djalin. Edhe kur hen nusja në borë, që më hen prej derës shpis, mu më duke që shpia më bëhet dritë. Atë ndjesi e kam. Unë e kom nusën që 4 vjetë fejume, ka nejtë fejun. Gati 2 vjetë po bëhet që e martu. O valla e kom përjetu ato 3 ditë darsëm. O zëtë, kom thonë, a ka nëj lumëtëri më të mirë se sa unë që shem të përjetu. O ku jem shku me e marrë atë nuse, më kanë gjetë që jem shku. E kom po atë nuse të vesh në kam vjen drejt meje që erë më falë. Nuk ti ta përshkruj atë lumëtëri, atë gëzim, ajo ka qenë e fejume. Nuk është që e fejume ku më bo që ashtu, sërëzisht, po flasë shumë sinqert, nuk është që e ku më di ku e feju. A kuptën, s'mu ka dok në gjojë interesante sot që tash edhe kur është e martume. Unë e nusës teme asajo. Nusja është, nusën e kam, thash, kretë nusët jenë të mira, ju thash pro motrave të mira, kretë i keni nusët e mira, apo nusja eme është ma e mirë, për mu. Tash gjësë cila e këqyrë, ato. Edhe nusën e kam për një familje shumë të mirë. Unë e gjithmonë ku më thonë i sholla ma qëtë zotin një nuse, që din me respektu, din me ndëru, edhe me të vërtet, nusja është nusja jeme që din. Së më bën përshtypje mu nusja jeme ma qëtë kavën as në qëtë. Nuk më bën mu përshtypje. Nuk më bën nusja jeme përshtypje a ma fshin, a shpijen as ma fshin. A milon të eshat as milon. Mu më bën përshtypje nusja jeme që din me të respektu ty kur të më vjen shpiteme. Ajo është pasqyria jeme. Ajo është pasqyria e nusës. Jo mu ullu në kapetoni edhe mi thonë qëtë ma ti mu një kafe. A ndodhë mi qiti kafe? Nusësa? Po. Po. Se ju. Kafe, buke, duhet mu pajtuna me nusët e sodit. A kupten? Nusën te, shumicën i kundit të thonë, nusën e bëj si qik. Jo. Nusja ka vendin e vetë. E ka në vendin e vetë, qika është tjetër gjonë, nusja është tjetër gjonë. Po nusën te e ki, kur ta shesh nusën me djallë ka e qënë mirë, pse du më bo unë ai personi me aprish djallit, me a idhnu djallit zemrën? Nështë edhe unë jem në herë që mu nuk më pëlqen e sen të nusja. Se në njerëzjemi, po unë nuk du t'ja aprish i zemrën djallit tem, përderi sa djallin tem e shot gëzum me qatë nuse. Mu, pse duhen e të bona shkaku t'ja prish i zemrën nusës teme. Ose djallë, tash e jojmë vla jetën ata 3, se mu në atë vakt ku i më bartu më mbacu
në bjeshk të dëqonit kisha jetu më burë të eme, mbish më smarë me më kërsit e dera që, ose që fshenjë, ose që bënë, ose që... Jo, vla, nusja është amanet. Kom dëgju edhe shumë raste si nusët nuk kom fat me posa si nusët, se kom dëgju si edhe nusët pju thojnë djemve, strimenone, bojnë kështu e, kuptan, kom dëgju. Sa janë të vërteta nuk e di, po kom dëgju. Po nuk i ka fajet nusja, i ka fajet djali. Po në këtë rast, keni një raport jashtëzakonisht të madh me nuse. Në qoftë se edhe nusja kish kërkue, në qoftë se nuk kishit pas mundësi për djali me dalë një banim tjetër, edhe nusja jo të kish thonë që jo nuk du me jetu me vjehrin. Qysh e kështë prit këto, edhe a kështë desht për sëri njëjtë? Hish së mesht marake nuse. Nuk duhet për të më mjetë faj nusën, se këmë boj nusën vetë. Mu mjetë hadrit e djali, se djali nuk më rritë, se nusën se këmë rritë. Po, veç a kështë desht nusën njëjtë, si që do një tane. Në qofë se ajo kështë kërku, nuk kështë desht me jetu me ty edhe me burin. A kështë mbet në dashnia njëjtë ajo? Nusja që kishë dasht me jetu mua, po jo, se qysh kishë dasht me dasht, jo, qysh për du me thonë, s'për du me thonë nësë sharem të gabim. Nëse nusja kishë thonë që mës me jetu me mua, a kishë dasht njëjtën. Po, njëjtë. Jo. Po, e kishë dasht njëjtë, ajo nusja e me jetën vetë. Vetë jetën. Me bord vetin është vetë, më banes vetën. Pse mës me dasht? Po në rregull, tani jeton vetëm, po sikur mos t'ishte mundësia për me jetu në një vend tjetër, edhe mos të kishte qenë pajtimit me jetu në një shtëpi të gjithë bashkë. Po tash shka me i bone, s'kisha pas mundësi, shka kisha pas me i bone? E kishe desht njëjtë. E kisha dasht. Jem person si du shumë. Unë edhe kunotat e mija i du, nusët e vllaznive, i du shumë. Nusët e vllaznive kur si o prishi. Me thonë pëse s'ma që t'i kava, se qyshës. Unë e përkroj rinin, unë e përkroj njërin e drejtë shumë, e përkroj njërin që e përkroj rinin. Thash, nuk jem për ato femnat e mrapshta të tremta, po kesh që bëj, po s'du t'jem me tu. Po qka me ndoni në Kosovë, se vjen shumë shpesh, këto raporte nuk janë edhe shumë të mira. Kush me ndoni se i ka fajet këtë pjesë? Një nuse në qofë se hynë në një shtëpi, duhet të pritet mirë nga familjarët e burrit, apo nusja duhet me qenë ajo që me reflektu për mi përfitu që ata? Nusja me të mija si ka. Nusja me të mija si ka. Unë jem plak në qatë shpita ma shemë, jem martu që 20 e sa vjetë. Edhe një nuse po vjen e re të ti, po vjen e re. Qa dënë ti, nusja është me një shtëpi të huj. Unë e ku marrë sot në studiot e ti, unë s'ti di sendet e tuja ka i ki. Edhe pse du mujtë nuën e të nusja jeme, përderi sa nusja është si mo qenë jabanxhi njëherë në fillim. Nusën qysh të afrojsh, qështu ka me dashtë. Qysh të afrojsh? Mendon këtë pjesë që shumicën e raste vjerrat janë ato që ndoshta nuk ja ofrojnë më shumë, nuk japin dashni më shumë. Vjera duhet më mësu tash me këto trejat. Unë nuk muna me qitë nusën pozitën kur unë e jë martu. As vjera jeme s'ka dash së shmujt me më qitë mu në pozitën ku jë martu, ajo ku martu. Po edhe nesër mas nesër nusja jeme kur ta merë rejën e vetë, është tjetër jetë. Kështu që unë duna me e kuptu nusën teme. Unë duna me e ofru nusën teme. Thash, unë e luftoj, nështë ta nuk jenë shumë gjona që unë e luftoj të nusja. Behije, po shofim tash në Kosovë shumë qendra estetike, edhe po shofim edhe çdo mbrëmje ku njerëzit po shkojnë në këto qendra edhe fatkeqësisht po ndahen zhgënjym, edhe po duhet kohë gjatë mu trajtu nga këto qendra, sepse po thuaj se çdo kush ka hap qendra estetike. Çka mendoni për këtë pjesë, duke marrë parasysh se ti tha i kam 15 certifikata, diploma që ke përfunduar në Zvicër,
edhe tash kjo ardhë në Kosovë, besoj që pak a shumë mundesh më na jap një mendim. Vallai me thënë drejtën, ku je marrë para 5 vjetës, unë je marrë me estetik qysh se në 2007-2008, nuk jam e sakt, po qysh se që atëherë je marrë, thojt mas pari qërpik, ja kom nisë rëndë, kështu. Edhe nuk është që jem konë shumë, se na ku i na ardhë, thash, 10 vjetë jem konë pa dokumenta, ku jem ardhë, nuk është që ku më lemtu shumë qysh është estetika në Kosovë, qysh jem ardhë, ku marrë vendim, me ardhë, me ha biznesin në Kosovë, edhe nuk është që ku më lemtu shumë qysh teksi. Në të fillim, ku jem ardhë, më vishin disa persona që thojshin, jena konë të estetikat, jena dash gënyne, jena konë këtu, nuk është që jo merë shafort për bazë. Se për një me klientin është shumë zor me knaq. Edhe klientat më të zërshme jenë turkët edhe shqiptarët. Shumë zor është mi. Zvicronia, Belgia, thët sa të mija i ki këtu dur, zët më knaqu. Shqiptarja nuk ta jep komplimentin me ditë si shka bëhet. Edhe turkët jenë të njëjtin sistem. Nuk është që mirë po me kalim të kohës, e kum vrejt si estetikës në Kosovë për fat keq ja kanë hu vlerën. E di që edhe këtu kanë më mësulmu njerëzit, si pse po e thom këtë gjon, se mendojnë që unë po du me ja marrë bukën e gojës, absolut jo. Se bukën e gojës ta bjen puna jote, vepra jote. E jo rrana jote, mashtrimi jote. Reklama. Unë e këmë thonë edhe në për intervjisa tjera me padash me blej famën e blej. Edhe pa u bon 24 saat e blej. Unë du me jap qëllësi të njerëzit. Du me jap kvalitet. Unë du qaj person që del pi meje më koni knaqen. Edhe ta jap fjallën si që 5 vjetë që punojnë në Kosovë me këtë estetik. Hale nuk ka ndodhë një klient më që më artë unë me thonë nuk jam i knaqen për i punës teme. Se unë pajisjet, aparaturat, produktet, me të vërtet i kom produkte qilësore, e kom pajisje qilësore. Nuk mund është kur me thonë formati është i njëjtë i pajisjes, por ti kur nuk mund është me thonë si qaja maqin që është bo për Evropë, është e njëjtë edhe e Kosovës. Ka dhe prodhim kinez. Kinezit ta manë krejt botën, po të Evropës ta bën ndryshe, të Kosovës ta bën ndryshe. Nuk mundët më konë pajisja që unë e komplet $12,000 me një pajisje që blet me €150. A kupton që du të them, nuk e ka rezultatin. Plus që e bojnë a Gjamilakun. Që nuk janë profesionalistet punës. Nuk kanë një orit punës. Nuk kanë një orit punës. Vishësit hisht ta bojnë haj zemër, rretja më e madhe është kjo. Që ma haj zemër, fake është ajo. A kupton, do me thonë zemër. A di ku i thuhet zemër? Zemër i thuhet vish personit shpirtit. Si thuhet kërkujna zemër, mo. Për që ta pikop i praktin. Që ju thuhet zemër. Kështu që nuk është që më kanë lonë për shtypje. Se kom klienta që vinë, thojnë, jena konë të filon estetika, unë ju thomë gjithmonë edhe kur hinë live në TikTok, ku do që të shkoni, lyp në shka po bënë, më stuni jem konë, valla s'di shka më ka bo. Qysh ma shtrenë shti pa di që të ka bo në ftyrë? Në këtë pjesë po du mund ndërlidh, unë mendoj që faji kryesor është edhe te klientat, se në qofse unë po hapi një estetik, edhe nuk kam as njohuri, as trajnim, as diplom, as një gjo, edhe po vjen dikush pa ma bo një pyetje, apo pa e dit një rezultat timin, para prak, që kom pas rezultate me x personat në këtë aspekt, unë nuk e di qysh e marrin guximin, vetëm hajt në qofse ka bo një investim shumë të madhe dhe pa dit sa ka njohurin që të aspekt. A të më të kalëzu pse? Po. Si pas shumë, se ti, po të marrë shembull, kërkoj shumë falje, e ki marrë i ftyrë publike, e ki pasi lauke, edhe e ki marrë një ftyrë publike, edhe ja ki bon, ta ka boj një marketing, edhe unë e shkoj tarë se, po shkoj ke Filonia, po shkoj ke Vipi,
E ajo vipi nuk len me qitë foton që është original. Ajo pa e ndrejq, pak, absolut nuk len me qitë, se mediat e sulmojnë atëherë. Edhe ajo e ndrejq, edhe që ashtu mashtrohet publiku. Mu më vjen shumë keq, si që tash ka nis pak me kuptu Photoshopin edhe me kuptu pak si këto ftyrat publike nuk janë ata persona që janë qështu. Edhe tëni po shkon vipi, po shkoj edhe unë. Po shkoj vipi, po shkoj edhe unë. Nuk di që bond. Unë e ma e keqja është që unë kur vinë të unë, ta ma shembl, edhe tash që i këmë thonë motrës qëre, spjegoja për shka e ka ftyrën, për shka e ka likurën, mos e këqyr të viq interesin e gjepit tënë. Absolut, nuk e këqyr viq interesin e gjepit tëmë. E këqyr vetëm shka ka nevoj likura jote. Nuk t'i japi garancion 100%, se ka edhe prej aty një klientat që vinë e thojnë, a na garantoni? Jo, 100%, se unë kom likur tjetër, tiki tjetër. Mirë po me pajisjet që qëndrojnë në qendrën time, me produktet që qëndrojnë në qendrën time, në biznesin tim, unë e jo me bindë si ty s'ka shansë keq me të bo. Mirë më zbofsha, bele keq nuk ka shansë me të bo. Absolut. Sa je pro këtyne ndërhyrjeve cilat tashmë po mendoj edhe pak sa e kanë tepruar, me qenë se je edhe në këtë fush edhe besoj që ndoshta nuk i lavërdi mos me kon e pajtimit, po besoj që je shumë e sinqert edhe e thu mendimin tonë. Unë jam shumë e sinqert edhe po të flasëm. Unë kur hi në TikTok kom prej aty në rasteve që ma bojnë ti më kone mira në rejq ftyrën tonë. Ti më kone mira hek rudhat e tuja. O njeri, nuk duna unë më konë plastik për më ta mush mendjen, më falë që për të marrë për më ta mush mendjen ty për më orë në qendrën teme. Unë s'u në ndroj personalitetin tem për më ta mush mendjen për më orë ti. Ti vjen për ato shka ty të pengojnë në likurën tënde. Jem shumë pro. Jem shumë, qësh me thonë, jem shumë kundërt. Okej, nështë na i filer e bën njeri ju, ku e mungon një sen ose një gjohë që i mungon. A mu me që tu e kanë, pse për do me i me bon filer ku ki teknik me e bon, kur të rinë. Ti ta ma shembol një filer kushton 250 euro. Ti me orë me trajtu likurën, më sa dhe të unë, shko dikun, po shko të profesionalisti. Shko dikun ku është profesionalist. Trajtoj e ti porën. Ti kur të bosh edhe 60 vjeç ti ftyrën ki me pas likur bebe. Ti mos i shtin ti vish mi dhonë format e ftyrës, me dali jashtë vetës. Ti shtin por e financot e likura, e jo birat këtu me t'hi sherke që sunë nëzirë me ditë, e pastron me ditë sunë e lanë. Pse për bënë që atohen? Okej, bust i kanë bo krejt njëjtë, senet i kanë bo krejt njëjtë. Kënë dënë me e zgjellë ti me thonë, balla që kjo është mu për vetis... Se ju më bo si binake? Shko si binake, këtu jenë bo si më konë në ato në kuklat e izlogut, a që shi kanë thonë, si që të ty edhe ranë, tana një ngri klip, nështë edhe unë kur bo në 60 vjeqe e bëj, se nështë edhe më pengon. A mu jam bo 60 vjeqe, nuk jam 30, 40, 50. Ku ki, sot ki mundësi mu trajtu likura, qësh dush, pse do me bo që si vargjona me dal jashtë vetës. Po ti, kur ti ban edhe disa vite dhe shfaqen rrudhat, do ta bësh një ndërhyrje tillë? Nuk e di, nuk mujt flas ndoshta për atë, derisa nuk e shoh vetëm. Me estetik, ndoshta duhet me e bo, ndoshta thëm, amo nuk besoj që e bëj. Nuk besoj që e bëj, pse du të rri ky personi që jam. Nuk e bëj, amo bus mi rrit njaj. Këto e kom hek për sistemit krejt, adin s'ka shans. E bën nështë një që njeriu e ka një vish shumë tronë dhe nuk i trajtohet me estetike dhe e pengon nështë që ato e kisha bo ose një gjoha, mo qështu që po fryën, po bohen si s'peshat logjik. Beje, biseduam shumë tema, e kemi te i kalu minutajën e emisionit, kështu që unë të falenderoj nga zemra që ishe në emisionin ton me të gjitha këto rrëfime, emocione, buzëqeshje,
Kështu që unë të dëshiroj suksese dhe shpresoj që shumë shpejt do të shifemi me ndonjë sukses tjetër apo me ndonjë film që do të marrësh pjesë. Shumë faleminderit për idejet, falenderoj. Ajo rruga që e bona një 4 orë rrugë me orë deri këtu, ja ka vlejt, për një matë, falenderoj jashtëzakonisht. Besoj që kam qenë një person i sinqert. Falenderoj për ideje shumë, inshallah besoj që shihemi me të mira. Faleminderit ty, e kënaqësi e shihemi përsëri në projektet e radhës.